Shikues ta 2 CNN mirëmbrëma. Që prej përfundimit të zgjedhjeve elektorale të 11 majit, Partia Demokratike ka mbledhur sot Këshillin Kombëtar të drejtuar nga kreu i kësaj force politike, duke dhënë sinjale të forta radikalizimi. Sërish zoti Berisha përsëriti zotimet e tij opozitare para demokratëve, të cilët të lodhur nga 13 vite kërkojnë të vinë në pushtet. Po kush po gënjen vetveten, opozita që thotë se Rama nuk ka fituar kur zgjedhjet apo qytetarët që kanë humbur besimin se vota e tyre ka ende pesh në këtë politikë që është duke ndodhur, sepse nëse çdo palë zgjedhje shpallen si të vjedhura nga krimi, atëherë kemi 2 mundësi. O vota nuk të do ty, ose ti nuk di ta marrësh atë. Radha jon, apo ora jon ishte një tjetër deklarat, po çfarë është kjo orë dhe pse nuk po vjen ende? Në horizont opozita paralajmëron greva, protesta, demonstrata, të gjitha format të cilat do nisin nga dita e hënë. Megjithatë, nëse opozita nuk arrin të ringjallë besimin atyre njerëzve, edhe betejë më e fortë, edhe protesta më e madhe mbetet një marshim pa një lloj destinacioni. Sot më shumë se asnjëherë tjetër përplasja me Ramën, opozita ka një përplasje me vetveten. A do të vazhdoj të jetoj me idenë e zgjedhjeve që nuk fitohen dot kurrë kështu, apo do di të shfrytëzoj situatat, sepse nëse ka një kohë të artë për të rivitalizuar kauzat opozitare, mbetet kjo, ku qeveria e re, edhe pse është në 100 ditët e para të qeverisjes, duket e lodhur sikur ka 100 vite që vazhdon edhe na qeveris, nga skandalet që shtohen dhe zgjidhjet që ofrohen për herë e më pak. Si do shfrytëzohet e gjithë kjo situatë? Ndjekim insertin e parë dhe rikthehemi në studio. Një antari kooptuar i kryesisë të organizoj me Suel Çelen takim, kjo është absolutisht e papranueshme. Edi Rama nuk i fitoi kurrë zgjedhjet. Partia Demokratike absolutisht do ishte në pushtet sot, në qoftë se nuk do përdoreshin 2 miliard euro 2 ditë para zgjedhjeve. 76 milion euro në mes fushatës elektorale. Bandat në 4 anë përpjekjen finale për zimën e tij, jo, nuk e kemi bërë. Kërkohet të operojmë në një orbit të re. Dhe kjo orbit është orbit. Okej, më rikthyer në studio, kam kënaqësinë të kem në emision zotin Narndova, kryetari i BDK-t, i nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit që na bashkuar në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Gentian Gaba, gazetar, analist, i nderuar, faleminderit që na bashkuar. Faleminderit për ftesën. Zonjën Liliana Kuçana, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i nderuar, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit. Zotin Eldar Deda, gazetar, analist, i nderuar, mirëmbrëma dhe faleminderit. Nuk e di nëse kemi zotin Berisha drejt për së drejti nga Selia. Në 4 anë të Shqipërisë dhe të botës, vjedhje, drog dhe vjedhje. Kjo është mbledhja e tretë e forumeve të Partisë Demokratike, kryesia, grupi parlamentar dhe Këshilli Kombëtar që shkojnë në një linjë e cila shënon vendimin e kësaj force politike për fillimin e revoltave të cilat do të ndërpriten vetëm kur ky regjim të arkivohet në banesën e turpit të historisë. Zoti Berisha, apo ju vlon gjaku demokratë me aq sa pesh sot për të protestuar? Me aq sa pash sot jashtëmase. Një gatishmëri që ju nuk e imagjinoni dot. Ja u them unë. Një vendosmëri e atill që kjo parti nuk e ka patur ndonjëherë. Është një pristi. Pra, është një zhvillim, një ndërgjegjësim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pozitiv. Natyrisht, pavarësisht se po shkërmoqet, pavarësisht se në agoni, pavarësisht se po projekton grusht e shteti, përsëri duhet që populli ta krej, edhe populli shqiptar do ta krejë Edi Ramën, që ka
ka pengu i Lubi Ballukut, i Ergys Agasit, e mordë vesh ju apo jo, Ergys Pegmarsit. Ergys Pegmarsit, njeriu që merr peng në emër të Baxhanakut. Vetëm pak minuta më parë. Pra, edhe një herë, besoj se unë jam shprehur përfundimisht sot në konferencën e shtypit. Jo, po ka pasur një reagim pas asaj që ju keni deklaruar. No comment. Ka aktuar deputetin Arjan Dojë. No. Akuzohet si lidhur me kriminal Kush dhe ka? ka thënë deputeti juaj Arjan Doja. Çfarë thot? Zoti Ervin Saliani deklaron se nëse është vije kuqe bashkëpunimi me krimin, atëherë ju kujton emëri apo vendosjen tua në lista të zotit Arjan Doja, i cili po akuzohet për lidhje me krimin. Edhe një herë, gjithë shka kam patur unë për këtë çështje e kam shprehur si kryetari Partisë Demokratike dhe atë ju garantoj që nuk e lviz do të asgjë më. Asgjë nuk lviz atë. Qëndrimi, edhe një herë, qëndrimi absolut i kësaj force politike, via absolute e kuqe janë banda dhe krimi dhe droga. Kush kërret vija e kuqe? Ajo shif statutin. Në qofë se je ka një... që nuk do ketë përjashtime. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Nuk kam thënë që s'ka vetë përjashtime. Protestat do jenë qëndrueshme? Absolutisht vetëm protesta. Revolt, jo protesta. Qëndrueshme do të vini në shoqë apo do bëni xhiro dhe do Ato do të mësoni që të gjitha. Do të mësoni se janë sekrete të organizatorëve. Po, e këto ishin mesazhet që dha zoti Berisha para gazetarëve pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Jo, zonja Kuçana, keni qenë edhe brenda ambienteve, ndërkohë që jeni tashmë në studio. Çfarë nuk u pa në le të themi në ekranet tona mediatike të asaj që ndodhi brenda ekranit? Sa asaj që pam ishte një përsëritje atyre që jemi duke dëgjuar që nga 11 maj. Tani çfarë nuk u pa, unë nuk mund ta them mbledhjen e një forumi të partisë, sepse aty ka diskutime nga më të ndryshmet, pra prandaj quhet forum brenda partisë, sepse bisedat brenda shtëpisë nuk nxirren. Apo jo. Por ajo çka është e rëndësishme ta ndajmë me publikun, ku unë patjetër një pjesë të fjalës time e kam ndarë edhe në faqen time, në faqet e mia zyrtare, ajo çka është për të theksuar dhe për ta ndarë me publikun, sot është që u pranua një kërkesë e bërë nga 17 antar të Këshillit Kombëtar për të bërë dy pika shumë të rëndësishme për Partinë Demokratike. Një, deserifikimin e Partisë Demokratike, pra ne e dim që George Soros është armik i demokracisë, është armik i Partisë Demokratike, është armik i liderit historik të Partisë Demokratike, atëherë ne duhet të ndahemi. O jemi me Sorosin, o jemi kundër Sorosit. Dhe sot u dakordësua që... Ky është propozimi kryesor i asaj që ju bët. Do vime një herë vetëm se kam Anesi Baramema, i cili është në Selin Blu, në një lidhje të drejtë për drejtë. Anesi, të lutem një përditësim të asaj që ndodhi brenda në këto minutat fundit në Partinë Demokratike. Mbledhja sapo ka përfunduar tashmë, ka pasur dy mbledhje, ajo Këshillit Kombëtar, por edhe zoti Berisha ka diskutuar me kryetarët dhe sekretarët e degëve sa i takon protestës së 22 dhjetorit. Ky ka qenë fokusi i mbledhjes dhe kryefjala e çdo propozimi apo çdo artikulimit të zotit Berisha, ku ka kërkuar nga të gjithë që të përqendrohen vetëm tek protesta e 22 dhjetorit. Edhe në deklaratën për mediat, zoti Berisha po ashtu nuk preferoi të përgjigjej për Ervin Saliani, duke thënë no comment sa i takon kësaj çështje, por tha se të gjithë duhet të jenë në shesh në 22 dhjetor, ku në protestën që do të organizohet nga Partia Demokratike, zoti Berisha tha se duhet të jetë një revolt, demonstrat dhe një protestë e qëndrueshme, por nuk dha detaje se si do të organizohet
kjo protest. Edhe sa i takon mbledhjes me dyert mbyllura të Këshillit Kombëtar, është diskutuar sa i takon nismës për të desorganizuar Partinë Demokratike, është pranuar kërkesa e Aleksandr Hoxhas, do të ngrihet një grup pune për të kaluar në si të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, por me disa rregulla të tjera ku drafti i zotit Hoxha dhe anëtarët të tjerë Këshillit Kombëtar do të përmirësohet dhe më fund do të dalë me një draft përfundimtar se si do të përjashtohen ata anëtarë të Partisë Demokratike që kanë lidhje me Sorosin, jo vetëm për shkollimin që mund të kenë marrë nga organizatat e Sorosit, por të kenë punuar në organizatat e Sorosit dhe të kenë lidhje edhe më të ngushta. Pra një fshes akoma dhe me madhe, po zoti Noka dhe zoti Paloka, cilat ishin qëndrimet e tyre? Edhe zoti Noka dhe zoti Paloka të njëjtat qëndrime kishin që fokusi të jetë tek protesta e 22 dhjetorit dhe asnjë çështje tjetër të mos diskutohet, ku duhet theksojmë se janë shtyre dhe diskutime sa i takon analizës së 11 majit, ku çdo antar që ka pasur të drejtën e fjalës apo ka kërkuar fjalën për analizën e 11 majit nuk është lejuar dhe me mirë kuptim të gjithë antarët janë ndërhequr nga kërkesa e tyre për të diskutuar për 11 maj, pasi do të ketë një mbledhje të dytë Këshillit Kombëtar, ndoshta në përfundim të analizës që po bëhet në të gjitha degët në fund të janarit për të diskutuar edhe për zgjedhjet e 11 majit, ku secili antar i Këshillit Kombëtar të ketë të drejtë që të japë dhe propozime apo të ketë objeksion të tij edhe sa i takon analizës që do të bëhet nga kryesitë e degëve të Partisë Demokratike. Atëherë, zoti Noka, me aq informacione se kam unë, një ndër tezat e tij ishte që puna do monitorohet në prag të 22 dhjetorit, pra lidhur me organizimet që do bëhen për protestën e 22 dhjetorit. Cilat janë prapaskenat e kësaj le të themi kërkese të zotit Noka dhe këtij paralajmërimi që bën për disa demokratë? Ka patur demokratë që nuk kanë punuar në të shkuarën lidhur me këto organizime që zoti Noka i ka vendosur edhe syrin? Ajo që thatë ju është e vërtetë që zoti Noka ka thënë se do të monitorohet çdo antar i Partisë Demokratike për organizimin që do të ketë në protestë, ku do të shihet se sa demokratë apo qytetarë do të sjellë në shesh në datën 22 dhjetor, por ka qenë rrjedhoje disa kërkesave të antarëve të Këshillit Kombëtar, të cilët kanë thënë se duhet një analizë e qartë edhe për protestën, jo vetëm për zgjedhjet. Por edhe për protestat e shkuara ku ka ankesa mes demokratëve që jo të gjithë punojnë njësoj, jo çdo antar dhe kryetar dege, por edhe deputet sjell aq shumë njerëz sa do duhet, ndaj dhe zoti Noka ka thënë këtë herë se do të monitorohet e gjithë pjesëmarrja në protestë, ku secili prej antarëve si të Këshillit Kombëtar, por edhe kryesisë grupeve parlamentare dhe të gjithë kryetarët e degëve do të kenë të përcaktuar qartë që do të kenë sa më shumë qytetarë që t'i ftojnë dhe të kenë të pranishëm në 22 dhjetor në protestën që do zhvillohet ditën e hënë përpara kryeministrisë. Ndërkohë sa i takon çështjes Saliani-Anestit, cilat janë diskutimet që po bëhen në radhët e demokratëve në Selin Blu? Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar është shmangur çështja Saliani, por ajo që ka rënë në sy është reagimi i zotit Saliani në mediat sociale, duke i dhënë një përgjigje edhe zotit Berisha sa i takon deklaratës së tij para ditën e sotme nga konferenca për media, që tha se ka shkaluar vije e kuqe nga ish deputeti, pasi akuzon atë se me bashkëpunim me Suel Çelën kanë organizuar takimin e dieshëm në Elbasan. Zoti Saliani ka thënë se asgjë nuk është e vërtetë nga deklarata e zotit Berisha dhe e quan një mjerim politik këtë akuzë të kreut të Partisë Demokratike, po ashtu i kujton zotit Berisha dhe deputetin Arandoja, i cili në vitin 2011 ka qenë në makinë me një prej eksponentëve të krimit dhe thotë se ai nuk është Saliani që e ka emëruar zotin Ndoja apo e ka zgjedhur si deputet, por është vetë zoti Berisha, duke ju përgjigjur kështu. Por zoti Berisha, si shtarë dhe në fillim, ka preferuar të heshtë ditën e sotme, duke thënë no comment, por kur pyet nëse do përjashtohet apo jo Saliani, ka thënë se në statut ekziston edhe vetë përjashtimi. Anesi Baramema, i të falenderoj shumë për gjithë detajet që sollen off the record. Nderuar, e kishim fjalën tek ju prem fjalës, ju prefshin të ligat që vinë nga qeveria, të cilën do rrezonim 22 dhjetor. Më lejoni tani aty ku është shumë e rëndësishme për ata që na ndjekin sot. Pra, sot është pranuar propozimi i 17 antarëve të Këshillit Kombëtar, ku duhet të themi që dy janë pikat kryesore: desorifikimi i Partisë Demokratike dhe integriteti në kupolën drejtuese, që do të thotë Këshill Kombëtar, antar kryesie, kryetar degë, pra duhet të jenë njerëz të cilët duhet të kenë imazh publik, jo të lidhur me qeverinë, jo të lidhur me lejet, jo të lidhur me interesat me qeverinë.
Kjo pra është... i bini ti një gjithë partinë, jo? Kjo është tonë besueshmërinë. Atëherë, Anestin duat vetëm pak, nuk ka qenë kërkesë e Zotit Noka, ka qenë kërkesë e imja në Këshillin Kombëtar, ku jam drejtuar personalisht Zotit Noka, duke i thënë që është detyra juaj që të monitoroni dhe të ngrini grupe pune, ku çdo deputet duhet të sjelli 100 njerëz jashtë strukturës Partisë Demokratike. Nëse një deputet nuk i ka 100 njerëz pas vetës, nuk e meriton për qenë deputet. Dhe çdo antar i Këshillit Kombëtar duhet të sjelli 50 njerëz, duke nisur nga familja dhe nga rrethi shoqëror që kemi. Pra kjo është minimalja që duhet bëjmë për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë. Shqipëria ndodhet në udhkryq, Shqipëria është në një moment delikat dhe ne ja u kemi bërgj jo vetëm demokratëve, por edhe shqiptarëve për t'ju kthyer shpresën. Dhe kjo ndodh vetëm nëpërmjet protestave. Po si do matet kjo? Pasi kam kërkuar që mos t'jenë protesta të cilat do shkojmë dhe do ikim, por të jenë protesta të cilat do qëndrojmë aty. Dhe unë jam e gatshme të qëndroj bashkë me njerëzit e mi deri në ikjen e Edi Ramës. Edi Rama patjetër ka rënë, por ajo çka duhet bëjmë ne në këtë moment si opozit është ta shtyjmë Edi Ramën. Dhe nuk do të jetë e largët dita ku Edi Rama do të pezullohet nga spaku. Po ja u them këtu sepse Edi Rama mendon se duke mbrojtur Ku bazoni ju këtë? Keni informacione për këtë që thoni se është deklaratë shumë e fortë? Patjetër që ne kemi informacione. Informacione nga prokuroria e posaçme. Patjetër me gjitha dosjet e Akshit, me të gjitha dosjet e krimit, me të gjitha dosjet e tunelit të Llogaras, të gjitha të çojnë te Edi Rama dhe jo më kot Edi Rama dilte dhe ulëriste BKH-ja. Të lutem 5 sekonda. Thatë që do pezullohet zoti Rama. Nuk do të jetë e largët dita, po ju them. Bazoni. Po e bazoj në korrupsionin që ka bërë, në krimin që ka bërë Shqipërisë, në shpopullimin që i ka bërë Shqipërisë, në çështje të cilat janë në SPAK, ku përfshin drejt për drejt zotin Rama dhe ju siguroj që paratë e Akshit, pra agjencia, po themi, e strukturuar kriminale, pa tjetër që të çojnë në oborrin e Edi Ramës. Dhe Edi Rama është i friksuar në këtë moment, sepse BKH-ja në momentin që ka trokitur në derën e Edi Ramës, Edi Rama është përpjekur t'ju thotë, ju e keni parë, më fal, vetëm një pyetje. Tani do ta mos të guxoj asnjë tha që të vi dhe të marrë telefonin tim. Në 22 dhjetor tani do ta rrezoj SPAK-u apo do ta rrezoj Partia Demokratike, që ta kuptojmë. Tani Partia Demokratike do të japi shtyrën e fundit. Pas rrëzimit të pushtetit Edi Rama, patjetër që Edi Rama nuk do mjaftoj duke ikur nga pushteti, po Edi Rama do duhet të shkojë dhe të japi llogari përpara drejtësisë. Pra këtë po ju them. Dhe Edi Rama nuk do mund të shpëtoj nga sistemi dhe nuk duhet të shpëtoj nga sistemi i drejtësisë. Dhe thirrja që kam unë sot për Klodian Brahun, duke i uruar suksese në punën e tij, është në nderin tuaj zoti Braho, që ta thrisni 1 minutë më përpara në SPAK kryeministrin e vendit, ku duhet të themi që të gjithë njerëzit rreth tij janë drejt për drejt tek Edi Rama, janë interesat e Edi Ramës dhe nuk mundet që të gjithë këta të hanë dardha pas kurrizit të Edi Ramës dhe Edi Rama mos ketë ngrënë dardha. Kështu që logjikisht po do ketë ngrënë edhe ai. Po patjetër që ka ngrënë, kështu që zoti Ndoka shumë zhvillime. Zhvillime interesante. Keni bërë gati edhe juve për protesta apo zoti Bashkoni? Të shohim se si do të volojnë patjetër për çdo protestë, është e shëndetshme dhe do të marrim pjesë. Por është shumë e rëndësishme jo vetëm pjesa politike, pjesa organizative e një partie, që për fatin e keq sot Partia Demokratike nuk është në ditën e vet, nuk është në kohezionin e vet për faktin që protestat organizohen me frymë, pra jo me organizime, se është në kufit e pamundësisë, nëse flasim për organizimin një sektore, vetëm Tirana ka 24 degë, se kemi 11 njësi që molojnë kryeqytetin dhe 14 që janë në periferi, pra 24 degë të Partisë Demokratike që me 1000 persona mund të bëhen 24.000 vetë, por kjo s'ka ndodhur. Pra, fryma nuk ekziston edhe më në strukturë. Sipas llogarive të zonjës Kuçana, çdo antar i Këshillit Kombëtar 150 veta janë apo jo?
150 veta. Nga 50 veta janë 7.500 veta që është si puna kamionave me bataliona, është 140 deputet, nga 100 i bie... Jo 120, ne s'kemi 120. Okej. Dhe i bie që... Që mos i him këtyre lëgërive, se për këtë për flasim për fenomenin, mos ta banalizojmë. Diku të 8.000 veta nuk e rezultat qeverin. Tashti, problemi nuk... Edhe sigur t'jen... Atëherë, kur flas për këta 8.000 veta dhe kur flas për kryetarët e degëve, të cilët duhet sjellin 30 deri në 50 veta, këta kam njerëz jashtë strukturës. Pra, përveç strukturës të Partisë Demokratike, të cilët dalin vetë në protestë dhe i ke aty në çdo protestë. Këta po flasin do jenë njerëzit të cilët do jenë ekstra, pra. Këta do jenë njerëzit të cilët, më fal, do duhet të rezistojmë gjatë gjithë natës rreth kryeministrisë. Ky është propozimi im. Pra, këta do duhet të jenë njerëzit tanë, ne si njerëz politik duhet të kemi kaq njerëz të cilët 7.500 veta që po, patjetër. Jo në protestë. Se ka problem Partia Demokratike deri në 12.000 vetë për me. Ata marrin me logjikën. Pra, unë për këtë po flas. Protesta ka nevojë për frym. Pra, jo për njësi matëse, jo për detyra që jo vendosen në antarëve të partisë, të marrin familjes, të marrin miq, të marrin shok. Nuk bëhet protesta në këtë mënyrë. Protesta bëhet me frym, kur ti rrezaton si opozit, kur je alternative, kur je programore, kur je e pastër në vetë, kur ke pastruar veten, kur ke organizuar strukturët tuaja, kur ke marrë përgjegjësi. Ka një propozim Zoja Kurçana për praktikisht për pastrimin. Këta pasaj ka lënë në masa represive akoma më thella, se këtu duhet më pas njësi matëse, më thonë, kush ka marrë pjesë me Sorosin? Kush është njësia matëse? Vetë Sali Berisha ka marrë pjesë me Sorosin. Ka qenë kryeministër dhe në kohën e Sali Berisha Sorosi ka lulëzuar në Shqipëri, pra nuk ka qenë armik kur ka qenë Sali Berisha kryeministër. Jo, është theksuar. Pastaj janë një numër personazhesh politike që në një farë mënyrë kanë qenë lidhur se Sorosi nuk ka qenë organizator terrorizëm, ka qenë një OEF me një kim, e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me kjo rregull ai bie ti vesh kyçin Partisë Demokratike. Më lejoni sepse te po them edhe unë, pra. Duhet të jepim dritë mbi demokratët dhe propozimin e demokratëve. Është shumë e rëndësishme që të parastosh Sorosian, te para punës do të pasosh një bashkëpunëtor të sigurimit të mushumtave e partisë. Duhet zotin Ish komunistat njerëz që kanë lidhur me tani bëhet pyetje, a doni sjarim për publikun apo jo? Tani po tash lutem ju ndërhyt në një pikë ku ka të bëjë për demokratët dhe për ata që na ndjekin. Po të lutem tani. A mund të morë logjikën apo? Duhet të jemi serioz pra kur serios do të jesh ti për flas. Për propozim, po si nuk jeni serioz përderisa ju flisni një propozim që s'e keni lexuar. Pra në propozimin që ne kemi bërë, në propozimin që ne kemi bërë, ne kemi cilësuar edhe cilat janë pikat. Patjetër është takuar edhe Sali Berisha, po kjo është në rrugë zyrtare. Nuk është kjo. E kemi për njerëzit ekspert të George Sorosit dhe njerëzit të prodhuar nga George Sorosi. Pra duhet të saksojmë këto. Nëse unë e shoh një këndvështrim të nuk mundem, nuk kam drejt. Atëherë për te kësaj, unë do them për të njësia maca, se kjo është absurde, se thasë sot 30 vjet demokraci, se 35. 35 do. Po 35 akoma edhe marrën, po nuk po i llogarisim edhe pse kanë qenë në luftë dhe përpjekje. Po flasim për kushtet normale të demokracisë. Pra në këtë sens unë shoh hapa regresiv, një mbyllje të Partisë Demokratike, çfarë kjo nuk krijon frym. Përkundër krijon një lloj frike, një lloj panike, një lloj disekuilibrit vetë edhe tek leadershipi, edhe tek antarësia. Njerëzit me integritet në kupolën e Partisë Demokratike krijon besueshmëri. Partia Demokratike duhet të hapet, krijon një mentalitet këtë tjetër, një realitet këtë tjetër, edhe më rastin e zotit Saliniani që përmendet ju. Do të ishte shumë optimale që ai të kuptohet jo ndër kursit, më nën kryetar partijet. Partia Demokratike ka hapësinë, ka peshë që ta bën pjesë leadershipit, që në fund ishte një politikan që meti jashtë parlamentit, ngriti një kaos, bëri një buk politik, shkoi lideri i opozitës që takoi në burg, çfarë në shoi? Ja, bashkë me Flamurnokën shkon të dy bashkë takuan atje, ishte njëri i lirisë në atë kohë. Pra në momentin që ai rikthehet, pati një lloj frustrimit, mund të them, te pjesa e leadershipit. Kjo strategjia ndoka sa i takon faktit që një pjesë demokratësh do bëhen bashkë, pra do ketë një protestë kombëtare, zoti Berisha ka kërkuar një angazhim konkret në terren për të sjellë le të themi pjesën e protestës ditës së hënë. Ka një lloj riorganizimi të opozitës apo është thjesht një... Pa diskutim që ka lëvizje më këtë në pozitive, por kjo është për problemi që me
me zënat pjesën boshe që o kriju, pra... Strategjia e propozuar edhe nga zonja Kuçana dhe kolegët e tyre, duket një zgjidhje? Është zgjidhje emergjente. Kur nuk ke parti, kur s'ke frym, kur njerëzit nuk e njeh me dal vet, ti përpiqesh që ndërmjet tyre mekanizmat të shtosh numrin. Kjo është efektive. Nuk bllokohet rama mandat të partisë. Pra, nëse Tirana, që është bastioni më i madh, nuk dalin qytetarët e Tiranës, autoton, njerëzit e përgjegjshëm, që vrasin frikën, që shpresën. Zoti Adeti Klapaj proteston për disa ditësh para kryeministrisë, po numrat vjen të jenë të vegjël. Ajo është një rrugë, po ajo është një personazh, tjetër një parti politik, është tjetër opozita. Ajo është një individ që përpiqet të rritet politikisht. Pra nuk mund ta krahasojmë se këtu nuk kanë munguar qytetarë që janë përgjegjës Partisë Demokratike. Tu ka pas protesta edhe në kohën e Lulzim Bash, i cili ka tregtuar gjysmën e tyre prapë ka pas me mira vet. Pra, ka pas njerëz që janë përgjegjës opozitës, ka qytetarë të përgjegjshëm. Kemi bërë shtatë korrikun që ka qenë një nga protestat më të bukura. Po diskutim, ka pas protesta. Pra, nuk është puna se nuk janë përgjegjës qytetarët. Sot nuk mungon fryma që t'i sillen qytetarët. Dhe kryesisht Partia Demokratike dhe vetë opozita do të përkushtohet në kryeqytet. Nuk e bëjnë rrethët protestën. Pra, e bën pjesa qytetare, e rinia, grupet e interesit. Pra, janë njerëz që e kanë mbështetur Partisë Demokratike, dhe ne do dalim për te këtyre militantëve. Nëse Partia Demokratike, opozita në tërësi, nuk i ka përsen numrat e tij, nuk është protest. Nuk është protest më. Është thjesht një organizim përgjak. Lajmi mirë është që ka një opozitë. Dhe kjo opozitë është SPAK-u. Fatmirësisht, po nxjerr ujin e zi qeverisë. Nuk keshim parë ndonjëherë një gjë të tillë. Po shohim SPAK-un në kryeministri, SPAK-un te Akshi. Dhe këto denoncimet të opozitës janë, se mos ta marrim shumica këtyre denoncimet të opozitës, po ka një mekanizëm tani që po nxjerr në dritë korrupsionin e qeverisë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për të çarë atë maskën e qeverisjes, për të vendosur pika mbi i për sa i përket korrupsionit që është problemi kryesor. Madje është SPAK-u që po na çon edhe përpara integrimit evropian. Do i bashkohesh? Tani unë nuk di cilës, sepse ka protest zoti Lapaj, protest zoti Sheaj, protest zoti Qori, protest zoti Berisha. Tani këtu ka ai shumë llojshme. Cilës do i bashkoheni jo? Unë do i bashkojmë protestës që është në mbështetje të SPAK-ut dhe besoj asaj të zotit Sheaj në rastin e heqjes së imunitetit. Po kjo është diçka që përkufizon mua, por jo ndjesinë që kanë qytetarët. Dhe cilë është problemi? Këtu ne foli zonja Kuçana, foli zoti Ndoka. Për disa aspekte të opozitës janë shumë të rëndësishme, sepse erdhëm dhe në një gjëti të rreth tani, sepse kjo lufta, ndërkohë që Rama pokullon nga gjitha anët korrupsion, me tendera, me lidhjet e policisë me krimin organizuar, Akshi me krimin organizuar, ta tani kanë gjetur një sport të ri të bëjnë kështu luftë të brendshme. Kjo nuk është gjë të shtrigash. Jo, po kjo nuk është gjë të shtrigash. Lutem nuk ju ndërhyra. Jo, po tani nuk mund të thoni ju është gjë të shtrigash. Tani nuk ju ndërhyra. Më lejoni të mbaroj sepse është gjë të shtrigash, e dini pse, sepse zoti Berisha tha do pastroj partinë kur erdhi, do fitoj, do ta doesh në gratë. Po është gjë të shtrigash. Kjo është integritet. Që një parti tjetër... Zonja Kuçana, në atë këshill kombëtar, do integritet, në atë këshill kombëtar, ju keni një person që i ka dhënë votat Ramës për të ndryshuar kushtetutën në 2020, që është Myslim Murizi, i cili pengoi rotacioni sepse hoqi koalicionet. Pse e keni futur aty? Pse e keni legjitimuar? Edhe shumë të tjerë si ai. Si tani. Tani më lejon të mbaroj se për të bërë zhurmë, për të treguar gjëra e kam qenë këtu edhe i di gjitha. E votojnë demokratët, ndërsa kjo nismë është për të përgëzuar. Pra në qoftë se ne... Jo, vazhdoni. Juve rruga e mbari u qoftë sepse ju keni zgjedhur atë rrugë. Keni zgjedhur atë rrugë të luftoni njëri tjetrin. Që zoti kemi SPAK-un që po e hedh të qeverisë të ishte për ju, do kishte mbetur këtu. Kjo do të thotë integritet. Qa integritet? Ne po kërkojmë që të ketë integritet. Ne po kërkojmë njerëz që mos jenë lidhur me pushtetin. Shumë mirë bëni. E di cili është problemi. Kush i gjykon të njerëz që s'kinesh atë na kalan për më bosh. Nardi të bëjë, e di cili është problemi se kur flet për integritet, duhet edhe ta kesh. Dhe kjo parti
që ju keni tani, ka një Unë javë, flas për integritetin e italianës. kjo parti ka një javë që pyet veten i kujt është Suelçela. Tani ju thoni pastaj si të ndihmojmë Edi Ramën i bëja kjo, sepse Rama është me penevreket për tokë. Po ju nuk jemi për integritet, unë kërkoj një integritet dhe e kam atë personal. Kam admirim për ndjesin tuaj të vetvetes, po këtu po flasim për opozitën që është diçka më e madhe se ju. Ne nuk po themi, mos e përkufizojmë se po flasim për ndjesin personale. Opozitën po themi ta bëjmë. Po bëni më të mirë, po keni pasur, prandaj na hoqët gjithë justifikimin 2021 do ta bëni më të mirë. Alternativë qeverisë për shqiptarët. Nuk e bët pra. Erdhët me premtimin që ishin të shitur ata që ishin brenda jush, tani shkuat 300.000 vota minus, si që nga kënga të do jetë alternativë qeverisë, premton zonja Kuçana. Partia Demokratike do të jetë në pushtet, do të pastrojë, fillimisht shpinën e vet dhe më pas do pastrojë Shqipërinë. Do të jemi minjos pakut. Do thoni për shembull do pastrojë shtëpinë që po pastrojnë Shqipërinë nga korrupsioni. Kuçana. Spaku detyrën që i takon. Pra, po ju thoni sikur çfarë po spa. Ore Spaku, ore duhet bëj detyrën që i takon. Ore Spaku duhet bëj detyrën që i takon. Inkurajojeni. Po shumë se aq. Unë personalisht kam qenë kallëzime në Spak. Gjatë kandidimit tim në Durrës. E kam quar për bandat komunale. Unë kam quar marr një mendim për Erion Velia me emër. Për kam bashkë me miqtë e tjerë. Po marr një mendim. Po marr një mendim nga zoti Genç Burimi, ju lutem. Zoti Burimi, nëse ju shkruani peticione nuk janë kallëzime, sepse ka kallëzime që janë efektive. Spaku duhet bëj punën që i takon. Shumë mirë ta mbështesim. Ta mbështesim sepse Rama po i bie, po i ra dhe ju. Suksese dhe i thash, është në nderin tuaj që Edi Rama 1 minutë më shpejt në zyrat e Spakut. Ishte një urim në zemër. Edhe të prokurorëve të Spakut. Marr një lexim nga zoti Burimi. Zoti Burimi, mirëmbrëma. Që i ka ndodhur Shqipërisë është i frikshëm. Është kundër, është 100% dakord me ju lutem, një momenti, lëmë të hapësirën zoti Burimi. Zoti Burimi, mirëmbrëma dhe faleminderit që ne bashkuar në Off the Record. Ju përshëndes. Zjarr në Partinë Socialiste zoti Burimi, tym në Partinë Demokratike. Cili është leximi që i bën juve? Zhvillimeve të fundit. Fshati digjet dhe PD-ja krihet. Ky është problemi, fshati që digjet, është gjithë Shqipëria që po digjet. Gjithë vështrimi është i ngulur të premten çdo bëj parlamentit, çdo bëj majoranca, a do të drejtësinë dhe ju vazhdoni me fraksionin PD, kështu që nuk ka interes kombëtar fare. Është problemi i PD-s, ju më vetësaja, në çdo parti ka, po për mendimin tim atë kalibër sot që ky debat i bësh PD të heqë vëmendjen me këtë farmacë të mediave sepse ana shkalon edhe një herë atë fokusin kryesor që është çfarë do ndodhë të premten në parlament ku kjo majorancë është me shpatulla pas murit. Zoti Burimi, ka një thirrje për protestë në 22 dhjetor nga Partia Demokratike, ndërkohë ditën e sotme zoti Berisha kërkoi një angazhim të strukturave të Partisë Demokratike, ndërkohë një pjesë të antarëve të Këshillit Kombëtar kanë kërkuar, le të themi, kanë hartuar një lloj platforme për të vendosur ose për atë që e konsiderojnë pastrimin e Partisë Demokratike. E them se zoti Rama në 22 dhjetor me protestën e opozitës vendos që të dali para shqiptarëve të thotë unë po dorëhiqem dhe po i le vendin zgjedhjeve të tjera. Mendoni se është gati opozita? Mendoni se është gati Partia Demokratike në gjendjen që është? Nuk ndos shumë demokraci, edhe po vllatë Rama. Partia Socialiste është majorancë, ofron ti të kryeministër, kujdesin qytetar, kujdesin kolegë me termat. Në një demokraci, kryeministri mund burgoset, mund dorëhiqet, po kjo nuk të shonë detyrimisht në zgjedhje parakoshme. Apo jo. Në zgjedhje parakoshme të shonë dy gjëra. Ose kur një majorancë e re nuk mund bëhet më, rasti Bullgarisë, ose në zgjedhje të reja shkohet, kur zgjedhjet e pashme kontestohen dhe deklarohen si të pa drejta. Rasti i Serbisë ose rasti i Shqipërisë, nëse bëhet në Shqipëri. Por sot jemi larg zgjedhje parakoshme dhe prandaj sot të fokusohesh tek Balluku është gabim. Nëse nuk vihet në diapazon edhe njëherë çështja e zgjedhjeve parakoshme. Prandaj fakti që Rama mund të arrestohet, a dorëhiqet, kjo nuk çon në zgjedhjet parakoshme në kushtet aktuale, pra ai kohë drejtësia s'ka hapur dhe një dosje për hulumtimin çfarë ndodhi në zgjedhje, të deklarohet të pavlefshme. Plas në demokraci, pastaj në Shqipëri mund ndodhi diçka. Cili është mendimi juaj për luftën brenda opozitës, zoti Burimi? Për të luftën e re që po i ha shumë kohë dhe shumë kosto dhe energji.
Është një luftë e nevojshme, por është një luftë që do të në kuadrin e PD-s, që do të tërheqë kaq shumë mendjen e analistëve, gazetarëve, mediave në prendim ndoshu. Kjo nuk është një parti në pushtet. Kishte në pushtet po mund të hiqte vëmendjen. Po, kur një antar i kryesisë akuzon liderin e tij se ka futur në parlament një person që ai thotë është i lidhur me elemente kriminale, sigurisht edhe media duhet merret me të. Apo jo? Drejtësia tras. Drejtësia tras. Nëse akuzon, ke kodi penal, çdo kush që është ndjeni të një akti të dënueshëm penalisht, duhet të raportojë në drejtësi. Dhe një herë, mos kujtoni se është kërtisa e botës PD-ja. Në perëndim në Francë ku jetoj, të gjitha partitë sot, të gjitha në Francë janë në ndarje sipër, të gjitha, edhe nga Macronit, ke djatha, ke Majtë, të gjitha. Por nuk i kushton një vëmendje këtu. I kushton vëmendje këtu në rastin e PD-s, në rastin e Saljanit. Nëse kanë propozime për Shqipërinë, atëherë po, bujrum hajde ose të ndoka që keni në studio. Nëse ka propozime për Shqipërinë, po, hajde, diçka të veçantë, e diskutojmë. Po Salani sot vjen thjesht në emër të statuseve, në emër të ndryshimit të rregullave në parti, në emër të një autokritike, të nevojshme, nuk është puna jonë fare, është puna e bërës e partisë, është puna shtëpia e tyre. Po se ndoka thotë zgjedhjet kanë përfunduar, tani është një tjetër etapë. Cilat zgjedhje? Zgjedhjet përfunduar 11 maji. Jo, sepse këto zgjedhje kontestohen. Si kontestohen këto zgjedhje? Me libra kontestohen këto, se kështë dalë edhe vëllimi i dytë sot i opozitës. Po zbresim nga Marsi apo jo? Unë di që shefi... Po zbresim nga Marsi, kolegi dashur? Unë them që ka të drejtë, po them që sot shefi i partisë më të madhe në opozit i konteston. Unë nuk them ka apo s'ka drejtë. Ku i konteston? Kur e ka fituar betejën me kontestimin? Andrea, edhe një herë, kuptoj debatin me mua. Nuk po them që ka drejtë, po them që i konteston, mosoj që s'kontestohen. Po i konteston, është drejtësi Rama e kontestoi faktin që i hoqi nga puna Gjekoja ministren. Mos nga të drejtën, është e drejtë kontestimi. Pastaj mbrapa ky drejtë kontestimi dëgohet apo jo? Si kontestohen zgjedhjet? Po si kontestohen, si Serbi. Ka për qëndrimin, ka për fundin e betejës. Thotë qëndrimi i partisë është kundër këtij procesi, pastaj procedurat për arritjen e një të vërtetë që tha zoti Rama s'ka fituar kurrë. Zoti Rama është kryeministër. Dgjoj, se nuk mund ta thjeshtojmë këtë për shkak të çfarë ka ndodhur në opozitë të kot, themi të justifikojmë faktin që Edi Rama se kemi parë përgjime, përfshirje të krimit të organizuar. Jam dakord me ty, edhe në 2017 dhe 2021 edhe Po dëgjoj pra sepse Andrea, këtu jemi në një rast sui generis për shkak të faktit që autokracia sa vjen edhe shtrëngohet, dhe nuk ka për të bërë më lehtë, sepse në momentin që ky merr guximin të sulmoj dhe Spakun që është një krijesë mbështetur dhe nga ndërkombëtarët dhe nga shqiptarët, të sulmoj çdo media, të mbyll media, të sulmoj çdo personazh që i kundërvihet, të bëj lojra pislëqe siç ishte kjo rasti i avokatit popullit kështu me radhë, është një personazh që ka arritur në kulmin e vet për shkak të gjithë këtyre pislëqeve, është duke u anuar për shkak të këtyre pislëqeve. Është duke, le ta themi kështu, është shumë afër një goditje që mund t'i vi edhe nga Spaku për shkak se ka akumuluar aq shumë pushtet, ka bërë aq shumë pislëqe dhe është normale që të ketë lloj rezultati. Por nga ana tjetër të delegjitimosh pretendimet e të gjitha palve, të gjitha palve për sa i përket zgjedhjeve, sepse nuk janë vetëm problemi ynë. Zgjedhjet janë problem që është shfaqur në disa cikle elektorale, është shfaqur në disa raporte dhe kjo nuk mund të, le të themi kështu, legjitimohet nga problemet që mund të ketë opozita. Jo, edhe diçka tjetër. Pra, raporti OSBO-Dirit e thot qartazi dhe të gjitha mediat ndërkombëtare, Departamenti i Shtetit Amerikan ta ka thënë, ditën e pavarësisë, të ka thënë, uroj shqiptarët për festën e pavarësisë, por distancohemi nga kjo qeveri e cila duhet të themi ka kartel drogësh. Merë lexoje, distancohemi nga kjo qeveri. Ata flasin në mënyrë diplomatike, nuk flasin siç po flasim në studio. Pra, kjo Shqipëri është e lidhur me kartelet, kjo qeveri është e lidhur me kartelet e drogës. Besoj, kjo është këmbën alarmi. Tjerat pastaj janë të gjitha shpjegimet, janë të brendshme urdhroni, po ju arrestohen çdo ditë njerëzit më të afërt të Ramës. Ku është Angela Gaçi, se kam një pyetje. Ku është ky? Do duhet ta shohim ku është ky. Ku është Frida Krifca? Të lutem, ku është Frida Krifca për fondet e BE-s, se flasim për trenin evropian? Një moment, ju lutem se jemi në një fazë tjetër.
Okej, në rregull, po zoti Deda Jo, s'ka problem. Thjesht du të them që përsa i përket zgjedhjeve ke raportin Odirit që me një fjali realisht ti ka rrëzuar në tokë. Tu është tjetër problem që mediat nuk e... Pra, ajo çfarë tha raporti Odirit? Besoj këtu e pranojmë gjithë. Tha, partia dhe shteti ishte një vizë aq e hollë sa e kishte shumë vështirë t'i ndaje. Po. Kemi të bëjmë një raportin parti-shtet, pa tha këtë fjali. Që nga kjo fjali është raporti më i zi që është bërë, ndonjëherë, pavarësisht se mediat e relativizuan e bën pra diçka tjetër në gjithë procesin e raporteve të zgjedhjeve që ka bërë, fakti që të tha që partia shtet ka funksionuar në zgjedhje do thotë që zgjedhjet kanë rënë. Në një shtet demokratik kjo nuk mund ndodhë të kurrë. Këtu jemi në situatë tjetër, duhet gjykojmë brenda logjikës së një sistemi autokratik i cili ka mbërthy dhe vazhdon të mbërthej jo vetëm institucionet, por të zhduki hapësirën që kanë institucionet ndaj njëra tjetrës. Pra, parimi i famshëm i ndarjes së pushteteve, por dhe kush i kontrollon rojtarët. Livi ka qenë një poet në shekullin e parë dhe dytë në Rom, që ka një komedi shumë thënshme, tip poezie, komedie, satire, që thot kush i kontrollon ruajtësit, sepse në atë kohë në Rom shpërthej kjo tradhtia bashkërtore dhe vun të pasurit e Romës vun njerëz që mbanin gratë, runin gratë. Po filloi dhe u rrit korrupsioni në mënyrë shumë masive dhe doja me një lloj humori tha kush i ruan ruajtësit. Këtë rast nëse ne i referohemi Spakut dhe pushtetit. Ose në këtë rast do të themi kush do i numërojë ata protestuesit. Unë kam ndjekur procedurën, unë kam qenë nuk besoj që ka pas ndonjëri më entuziast në raportin e strukturës posaçme të prokurorisë Spakut se sa unë. Por ka një pyetje që nuk e shoh i shmangën gazetarët, njerëzit që merren me Spakun dhe e gjurmojnë. Problemi është ta ka pas ndonjëherë një cedim të një prokurori, për shembull, një pyetje që nuk e shoh. Nasiku. Po, ju keni bërë këto hetime. Ju vetë si strukturë keni ceduar diku ndonjë hapësirë? Ka Po ku kanë ceduar? Kanë ceduar te zoti Berisha, te zoti Meta, te zoti Velia, te zoti Balluku. Merren dhe trajtohen si të pagabushëm. Jo të pagabushëm. Po hirës vërtet, pas nuk është bërë një pyetje, unë nuk e kam parë një pyetje dhe ata të pranojnë që ne kemi gabuar ose nuk kemi gabuar. Po të them unë ku kanë gabuar tek inceneratorët. Inceneratorët nuk kanë shkuar akoma tek firmtari për shembull. Nuk është vetëm atë. Ke bërë një strukturë, ngriti një strukturë për zgjedhje, ngriti një strukturë për monitoruar dhe të kontrolluar. Strukturë zero. Totalisht asnjë lloj impakti nuk kishte. Asnjë lloj impakti. Tani, unë nuk e kuptoj këtë argumentin ta trajtojmë Spaku t'i japim rëndësinë që ka në shoqëri që ka shkatruar mitin e pandëshkueshmërisë. Jemi plotësisht dakord këtë kontribut ja dha shoqërisë shqiptare. Por edhe mania për të hyrë në histori, mania për të prodhuar dhe herë Borsellino në tjerë, për të segjoja këta njerëzit që po sollën dëshkueshmërinë dhe këta njerëzit që shkatruan korrupsionin, kjo është një lloj utopizmi që kushdo që e pranon do bën një gaf shumë të madhe. A nuk duhet japim sot mbështetje më shumë se kur zoti Deda? Asnjë sepse ka një gjë perfekte, por gjëja perfekte ka sepse bëhet fjalë me jetë njerëzore këtu. Jetë njerëzore Spaku ka 400 klientë orë dalë. Janë njerëzit që kanë abuzuar me jetën e 3 milionë shqiptarëve. Po jo, jetën e gjëse do për këtu ja të kthej një përgjigje. Spaku ka 80% argumentin nga populli që populli ka besim te Spaku. Jo vetëm të pakun referuar qytetarë, referuar sondazheve. Jo vetëm populli. Te progres raportet, ne për shumë po ecim përpara në çështjen e negociatave më shumë për shkak të kapitullit 23-24 që referohen më shumë Spaku. Praktikën europiane të drejta, siç e kanë gjykatat europiane, gjykatat e prokuroritë europiane, nuk e ndjej, sepse vepron me disa modus operandi. Për shembull, ligji është një, Spaku vepron për çështje të caktuara, pak a shumë të përta, vepron në mënyra krejtësisht caktuara, gjykimi, hetimi dhe kontrolli. Strategjitë hetimore nuk po futem kështu si do më mënyra se si ata praktika është e thjeshtë. Për shembull, rasti i Italisë. Ka një gjë pra. Marrim Italinë. Spaku është akuzë, është gjykata vërtet. Akuzë. Është gjykata ka disa shkallë, nuk akuzë. Prandaj them. Po në rastin e, për shembull, ju referuat rastit tunelit, rastit Ballukut. Edhe aty e bëri në mënyrë të kësisht gabueshme procedurën. Se çfarë tani pse tani i drejtohet parlamentit dhe nuk ju drejtu herën e parë. Ka një strategji të tyre? Jo, strategjia, po ka një prokurori profesionale dhe
që pretendohet që t'jemi pjesë e Bashkimit Evropian, pra t'i shkojmë linjës së institucione, ka një formë kështu të veprojnë. Atje me rastin e Sarkozys në Francë, si u sol prokuroria. Të gjejmë gabimet e Spaku shumë e thjeshtë. Problemi është shumë i thjeshtë realitar. A është duke ndryshuar diçka? Kjo është e rëndësishme. Në momentin që ky institucion konsolidohet, do ishte shumë e rëndësishme pastaj edhe të bënim fillori qasje kritike ndaj tij. Po jep mundësinë Edi Ramës për të çuar Shqipërinë në zgjedhjet parakoshme, po jep këtë mundësi Edi Ramës, jo opozitës, fatkeqësisht. Kush po jep? Spaku? Spaku po jep mundësinë Edi Ramës për ta çuar Shqipërinë në zgjedhjet parakoshme. Edi Rama, pushteti autokratik i Edi Ramës, duke financuar media, individ saktuar, fillojnë dhes e qajnë dhe i herë, akoma dhe më shumë Partinë Demokratike, e delegitimojnë totalisht rolin e saj në opinionin publik, e faktorizojnë alternativën e saj në opinionin publik, dhe nesër kur bën zgjedhjet asnjë opozit për t'i dalë ballë kësaj autokracie. Të gjithë e pranojmë se ne jetojmë në një autokraci, sepse nuk ka ndarje pushtetës, shteti dhe partia është një, dhe kush e sponsorizon atëre lëvizjen Saliani? Po më lema mos ndërpret, kush është llogoja që i ka vendosur ballë kësaj autokracie? Rama e ka fajin që janë bërë ata copat. Kush janë? Intelektualët shqiptar që i ke krejtësisht gjepin e Ramës dhe i trajton Rama si magnituta, si dush. Këke, më thuj, këke. Universitetet shqiptare që s'ke një konferencë shkencore që bën një kritik në raport me jetën ekonomike, tjera. Këke, këtë opozite ke, këshu, si që ke, të dop, por Rama ke. Këke, partitë e reja, Gronshet që thu do bëhe protest për heqjen e imunitetit. Individi i cili pajtoi në fushat një gazetar që u denigru nga kryetari i Bashkisë së Prishtinës live në televizion për i shitur, për i kapur, për njeri i status quo politike të Kosovës. Dhe kjo parti e re, kjo forcë politike e re që pretendon të sjellë ndryshimin, bashkëpunon me mekanizma që janë pjesë e korrupsionit, të paktën sipas akuzave publike në Kosovë. Kush do ta bëjë, më thoni kush e bën protestën? Kush e bën reagimin? Mund ta bëj vetëm Po kush e ka bërë? Jo opozita ta bëjë. Opozita opozita pse i rreshton gjithatë? Partia Demokratike. Po thua një gjë që ne po e themi. Opozita është me Ramën sot. Opozita shumë më madhe se Atë lutem atë, më lejo pak. Se jam në një panel, Nazuri autobusi me gjithë këto gjëra që thënë. Jam në një panel burrash. Po. Edhe aty në përpara Këshillit panel burrash kishit përpara zotin Noka, zotin Paloka, zotin Berisha, zotin Boçi. Kritik me vend edhe kjo. Kritik me vend që duhet mungonte një grua aty. Struktura drejtuese. Po patjetër që mungonte dhe duhet patjetër të ketë gra, se ka gra plot në Partinë Demokratike. Atëherë ajo çka duhet të kthehemi, është fokusi. Spaku. Të kthehemi te Akshi. Akshi është thembra Akilit. Do dalim aty mos i bëjmë lëmsh të gjitha temat, do jemi në temë tjetër, po lutem se po diçka rëndësishme me radhë. Atëherë Akshi e ka quajtur grup të strukturuar kriminal. Ku me këto banda, unë jam përballur në Durrës dhe e di fort mirë se çfarë do të thotë grupi strukturuar kriminal, ti ke shta përballë. Dhe unë po ju them që nuk do guxoj lejet e ndërtimit do jetë fundi Edi Ramës. Dhe nuk do guxoj Edi Rama që të dalë dhe t'ju thotë amerikanëve se nuk ka birë nëne e birë ashu që të kërkoj lekët të xhepi im. Ja, kjo duhet të themi shqiptarëve. Për ju sot duhet mbështetur apo kritikuar Spaku? Zoti Deve solli dy kënde. I është diktuar Spaku i është diktuar, hetuar lejet e ndërtimit, paratë e pista, të cilat lidhen me oborin e Edi Ramës dhe me Edi Ramën. Dhe me Edi Ramën. Jo, absolutisht. Mbështetur apo kritikuar? Pra, jo, po unë nuk ndikoj. Si mendon? Sot duhet mbështetur apo kritikuar? Sot duhet mbështetur apo kritikuar? Është shumë e rëndësishme të themi. Spaku, për mendimin tim. Spaku duhet i dhënë drejtën aty ku ka, por nuk duhet parë si një strukturë e mbështetur apo madje për shoh të pafuqishëm për të goditur zemrën e mesazhit që nxori Gazmet Bardhi sot. Mesazhi që nxori Gazmet Bardhi është që nuk po ja hakan kundullat ministrat e këtij, po i haka vetë kundullat dhe po ju jep ka bërthoklat ministrat. Mesazhi vjen nga pjesa e Spaku. Kjo është pra. Kjo tregon, po nuk shkon, Spaku nuk e ngrin kokën aty. Po ka hetuar Spaku më grupi strukturuar kriminal kush është? Kush është grupi strukturuar kriminal? Se duhet parë. Ne nuk i kemi parë akoma. Ne nuk i kemi parë. Pra parata e Akshit
milionat euro të akshit, duhet parë se ku kanë shkuar. Ka një hetim për të fatmirësi. Për cilat kulla kanë shkuar. Dhe ku është lidhja dhe koordinatori i krimit. Pritse, hapëm shumë fronte dhe duhet bëjmë një lidhje të gjithë bisedës. Edi Rama është koordinatori vetë i krimit. Po predikon në një vend që s'ka nevojë. Po them që Edi Rama është bërë si e kundërta e Remidës, e mbretit Mida, që prekte çdo gjë e kthente në arku e kape dhe kthen korrupsion. Flas për ata që në ndjekin. Okej, në rregull. Po shumë e rëndësishme sepse po përpiqemi. Pra shumë e rëndësishme që për qytetarët të jemi të qartë dhe të vërtetë. E di si është problemi i Jana, që qytetarët e dinë këtë gjë. Grupi strukturuar kriminal, duhet kuptojnë dhe cila nga protestat shkojnë këto javë. E krimi që është Edi Rama, me paratë të cilat do ta ritheksoj edhe një herë tjetër. Lejet kanë urdhër, kanë sugjerim për të hetuar parat dhe lidhjet e krimit me Edi Ramën. Si kanë që po mbështesin SPAK-un pastaj. Zoti Ndoga, na ofroni pa nga urtësia juaj. Unë s'kam qenë herë kundra SPAK-ut. Si jeni ju kryetaria e... Po s'ka lidhje tani, ne jemi Partia Demokratike, jemi parti e lirë. 3 gropat që janë hap gjatë kësaj periudhe. Ju te cila protestë do shkonit? Ajo e zotit Berisha? Jam pjesë e koalicionit, nuk diskutohet që tek zotit Berisha dhe të Partia Demokratike. Jam antar i koalicionit, nuk ka dilema aty. Nuk i shohën to personazhe. Partia Demokratike është partia më e madhe e opozicës. Ne po flasim për ato defekte që ka. Ta përmirësuar. Që kemi me përmirësuar, po diskutim, kjo është ajo që unë thamë, se nuk është puna që po e sulmojmë Partinë Demokratike edhe përkursejmë Edi Ramën. Për ju sot SPAK-u duhet kritikuar. Kapitulli i Edi Ramës është i mbyllur, pra Edi Rama është në largim e sipër. Problemi është që opozita ketë një fizionomi tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse them këtë? E para, të do t'i thojmë të, me drejtë edhe gënzburimi, tha pjesën e zgjedhjeve. Spajt ka pas një deklarim që unë e kam thënë bërish në sy atë në takim, që është e gabume që ti thuaj që ne nuk do t'i bojkotojmë zgjedhjet. Pra, megjithëse ke informacione që ky do t'i blejnë, do t'i vjedhin, do t'i manipulojnë, më thash ti je opozitë, institucion. Nuk mund t'i kërkojmë ne që t'na i ruajnë zgjedhjet as intelektual, as SPAK-u janë rregull dhe lojë përcaktuar. Gjysmën e territorit e kontrollon opozita, ka kujtarët e komisioneve opozita, gjysmën tjetër ka 9 kujtarët, pra kemi përgjegjësinë tonë institucionale për t'i kontrolluar dhe për të qenë garant e këtij procesit. Në momentin që ti e shikon që ke përballë një mazhrancë, ashtu si kemi ne, me patologjista, me grupe kriminale, e bllokon procesin më. Jo me bojkotu si Lulzim Basha, e bllokon që kemi mundësinë për me bllokuar se kemi 50% të komisionerëve në gjithë territorin që... Se çfarë mund të mësohet nga gabimi i Zotit Basha? Pra, bllokimi ti futesh një proces që je e qartë që do të manipulohet, që ne kemi edhe një kod zgjedhor, se ne flasim pak edhe me demagogji. Ne kemi një kod zgjedhor, i cili për fatin e keq ka kaluar me pazar mes tyre 2 partive politike, pa ka kontributin e vet edhe Partia Demokratike, por po e vuan pluralizmi edhe realitetin jon, që ne me atë kod zgjedhor e gjatha nuk mund të fitojnë më. Vërtet që Edi Rama ka 83 mandate, që pa diskutim që 10 i ka nga vjedhja, nga grupet kriminale. Pra, të deklaruar 83. Por ai fitore një epë ky kod zgjedhor, se ka disbalans edhe vota shqiptarëve, që vetëm 2 qargje, Firer dhe Vlorë, dhe ai fiton debatën e këtyre zgjedhjeve. Partia Demokratike ka dalë nga komisionet. Për fatin e keq, edhe Partia Demokratike edhe sot nuk e artikulon këtë realitet për ndryshimin e kodit zgjedhor, se ku e synon ajo, kërkon synim, pa akoma nuk e shikon të vërtetën që ky është problemi themelor. Pastaj pjesa e dytë, sot Partia Demokratike mbledh Këshillin Kombëtar mas 6 muajsh. Këshilli Kombëtar do të mbledhë direkt përpara semonisë së parlamentit, me marrë vendime të rëndësishme, që me analizu zgjedhjet, me ato që bëri Partia Demokratike, që bëri një punë shumë të mirë, një volum shumë madh, që ja dha edhe raportet, edhe OSB-u dirit përpara, edhe medias, edhe realitetit, me prova dhe me fakte, dhe të ngjitë një aksion opozitar. Zotin Ndoga, nuk është se qytetarët nuk janë koshient për atë se çfarë ka ndodhur. Kur e jep ti me prova dhe me fakte, mi relekt në shoj kjo. Çështja është se nuk është më çështje prova, është çështje... Jo, është çështje fryme, se ti... S'ka mbetur më provë pa dalë... Ti mik të prova, mik të prova. Kemi 13 vjet që shohim vetëm prova. Ne shohim zgjidhje hapa konkrete, si përkthehet gjithë kjo gjë në një lloj dallë opozitare. Mik të prova, opozita do të ngrinë aksionin e vetë politik. Pra, nëpërmjet grupit parlamentar, nëpërmjet qendrimeve të parlamentit, nëpërmjet strukturave, nëpërmjet përgjegjësisë që patëm edhe në përgjegjësitë tona.
se janë me 10 komisionerë të opozitë që kanë bë pazare. Dalim se, okej, në rregull, na thuhet u vodhën, ai morë, po dali edhe te u hap një kritika do të fillojë nga shtëpia. Një grop mosbesimit në mes militantëve, mes atyre qytetarëve që na kishin dhënë votën, edhe çrënimeve politik Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar. Ky pushtet zgjati shumë 6 muaj dhe krijoi një lloj kohezionit mbytës për opozitën dhe për politikën të shi duke hum shpresën. Pra qytetarët sot e kanë hum shpresën tek opozita. Edhe për fatin e keq, leadershipi i Partisë Demokratike nuk e ka të qartë realitetin në terren. To flasin si UFO më. Akoma e kanë me fshesën të partia. Nuk e kuptojnë që me fshesën të partia po i del dyshemeja partisë. Se nuk kanë që me fshima. Pra, sot dhe të kryet frim. Pra, me prurit të reja, me hape partin, me emra të ri, me vizione, me thirë elit nga diaspora. Pra, shumë rëndësishme, ne akoma s'kemi pa një rikompozim të asaj partije. Pra, edhe me këto personazhe, asnjëri prej këtyre s'ka përgjegjësi, asnjëri prej këtyre nuk marrën një lloj trishtimi me atë goditjen që morëm të zgjedhje. Pra, në aspektin moral. Edhe një dorëheqje që dha Argënd Xhekmarka e hodhi parangallin dhe tërhoqi prap. Pra, kjo është pjesa që i mungon opozitës, pjesa morale, pjesa e kaos, pjesa e besimit e qytetarëve që krijon një hendek shumë madh. Por kjo, pa diskutim që janë probleme që rregullohen, që nuk është puna që opozita nuk mund të ringrehet. Opozita është institucion. Është institucion i rëndësishëm sot. Opozita garanton këtë sistem. Se me këtë fshesën ju mendoni se nuk i jep më besim edhe partnerëve të tjerë për të bashkuar se? Kjo është kalimtare. Pra, këto janë momente që... Pra, kanë të nevojshme një lloj vettingu të brendshëm, siç tha zonja Kuçana, për propozimin që kanë bërë disa nga anëtarët e Këshillit Kombëtar. Jo, me revolucionare, se kjo është, a ke parasysh se këtë kujton kohën e Enver Hoxha akoma? A ke parasysh me jo përjashtime, jo vetë përjashtime. Heqim dorë nga analiza e Partisë Demokratike. Ajo bëhet nëpërmjet një analize, ajo bëhet nëpërmjet fakteve, ajo bëhet nëpërmjet përgjegjësisë. Po, zoti Ndoka jep mendimin e tij si alat, nuk mund të, ju lutem. Ajo bëhet, zoti Ndoka e bën të partia vet, ne bëjmë të partia jonë, të lutem tani. Brenda partisë, pra kemi... Ka mendimin e tij, po të lutem për shtëpisë opozitës zoti Ndoka, ju lutem. Shpinë dhe i zgjidhin vetë problemet. Po se keni bërë pra zonja Kuçana. Ajo që intereson sot pompimi i përplasjes dhe përçarjeve i se keni pronë që të thoni e bëjmë vetëm ne dhe s'dua mendimet të tjera. Intereson vetëm Edi Ramës. Ta përfundoj zoti Ndoka. Askush nuk diskuton që Baxhanaku, për llogaritë e Baxhanakut të Edi Ramës që ka marrë miliona euro tendera, është marrë peng një biznesmen. Ta përfundoj zoti Ndoka. Ne shkojmë të thelbi gjës tani. Po jemi në tjetër moment se po dalim nga një biznesmen që është marrë peng për llogaritë të Baxhanakut të Edi Ramës. Ky është problem për Shqipërinë. Nuk është problem se është Nardi Iliriana në PD. Iki Iliriana vjen i tjetër për PD-ja, s'është problem, nuk mbaron PD-ja. Sa kanë ikë kanë ardhur të PD-ja, sa herë kanë tradhtu PD-n prapë është ngrit PD-ja. PD-ja ka provu plot raste të tilla. Ka provu edhe nga ata që s'kan vota, kanë marrë mandate qyl, pra ne i dim gjitha këto, po të kalojmë tek problemi kryesor. Pra, PD-ja shkret ka kaluar. Kush ka marrë mandate qyl? Alatët, ke alat që nuk kanë marrë 10 vota sa çka marron. Unë kam marrë 3000 vota listë hapur, ke alat që si kanë 3000 vota. Kush janë këta alat? Tani mos më kërko të lutem mos më kërko. Se kur flet dhe edhe akuza, po pra, s'mund ta përgjithësosh. Po nuk mund të vinë dhe të bëjnë kritikun e opozitës ata të cilët i kemi hall në përbashkët. Halli përbashkët jonë është Edi Rama. Dhe ne kemi pranoni kritika fare domethënë. Pra ne i pranojmë kritikat dhe unë kam bërë vetë kritika sot në. Çfarë nuk qëndronte nga ato që tha zoti Ndoka për shkak? Tani ajo çka duhet diskutojmë janë milionat euro. Erdhi një grup flet më shumë se të dhe takshit. Milionat euro të A duhet me folni se herë më keni për fjalën. Po janë paratë të shqiptarëve, unë do flas për paratë të shqiptarëve. Unë do flas për shqiptarët. Po ju lutem, po të lutem, zonja Kuçana. Nuk kemi hartu, ju lutem, po e dim ne. Ju lutem. Përçarja i tha, ai e pa shtremet, ky e pa drejt, ndërkohë ne kemi hallën me Edi Ramën, ne kemi hallën me Edi Ramën.
Më i të edera më të përna lënë flasim këtë? Unë të edera mund t'i kështu, unë nuk kam pse, unë jam të Partia Demokratike. Me luftu më më thëmë. Unë e kam luftu dhe ku kam qenë jashtë Partisë Demokratike. Kam bërë protesta më të forta se sa një parti politike. Ju lutem, Kështu që mos... Zërin Doga, ju lutem. Sparit e ki përshirë është mentalitet këti ka bume se s'do të flasisht i për partinë, thot. Nuk e di në Zoje se unë jam themeluesi se e partije. Pra po tani, keni partinë tuaj, keni shpinë tuaj. Jam parti për para saj, kam qenë deputet i Partisë Demokratike, jam Alat. Alatet që në vitin 2009, që ta marrin Verzoja, nuk ka njësi matëse votash. Pra asnjë për këtyre alatve, me ndryshimin, me kodin zgjedhor, që është miratuar dhe këte, e thash bërish në sy mu. Që në kemi humbë besimin, që këto thotë du të bëjmë ndryshimin e kodit zgjedhor, ne do t'ju pyesim ju. Unë kam hyrë ngrevërijet aty. Edhe thërë Alati Sali Berisha kam qenë ngrevërijet përballë ti, edhe ky bëri pazar me Edi Rama, më tha nuk donte Rama kërkonte këtë patjetër dhe i miratoi. Pra ne jemi përballë ti realitetit. Pra partitë e late, sot unë jam jashtë parlamentit. Edhe nuk ndodha si gjë, zërojnë e kam njësoj. Flas më mirë tash jam më lirë. Alatet kanë shumë më tepër vota që japin Partisë Demokratike, që marrin çyl mandate Partia Demokratike për alatëve. Pra vetëm LSI-ja, për para 4 vjetëve ka marrë 100.000 vota. Sot ka 9 deputet alat. Vetëm votat e LSI-s i japin gjithë mandatit për 5 partive tjera, se asnjë prej këtyre partive nuk ka më pak se 30.000 vota. Dhe aktet politike. Apo më flasun ajo se të provoj tash. Po pra, për politik janë numra. Po flasun pra. Po janë numra që tregojnë. Po lejmë numrat tash, ti dëgjojmë numrat tuaj tash. Bëni pak me dokat. Ka Dirama, kështu që duhet të kuptoni vetë. Vënosin me rregull, shumë dorë sa dorë, po jo me Nëse nuk dëgjoni, nuk e formoni. Andrea, ka mundësi Vazhdoni të shani njëri tjetrin siç po shani, sepse nuk më dëgjoni tani. Se ju vini jepni leksione dhe medias. Tani nëse ju të shkallët aty thoni i kujt është Suel Çela është, jo ti Suel Çela është, është bërë sigurisht kryetari i partisë Suel Çela. E shoh që ky është dëshira e madhe pra. E shohun, kjo është jepni spektakël, media nuk e kreq dot vëmendje. Me ëndje të madhe këtë. Si më ëndje më. E shohun që kjo është tema kryesore. Patjetër gabim është edhe kjo. Ju keni marr pushkën e keni dal kundër çdo kujt që ka një mendim ndryshe. Ju japin një ushqim që të flisni nëpër studiot televizive. Ne do të flasim për Tiranën. Ore e keqja e madhe në këtë vend është Tirana. O fol ti Sonja Iliriana e kemi Kuçana, ju lutem, ju do të përgjigjeni pyetjeve që ne bëjmë. Ju lutem. Atë kishim ditur ne këtë që Tirana ishte keq. Dhe para se LSI-ja ishte në koalicion me të. E dinim ne këtë Iliriana. Ju lutem. Iliriana edhe përpara se LSI-ja të ishte në koalicion me Edi Ramën, ne dinim që Edi Rama ishte njeriu i keq tonë të Shqipërisë. Kemi protestuar me. Ore ne kemi ditur. Jo, po kështu për mos i treguar askujt. Çështja, po patjetër. Patjetër në politikë. Ajo që ju duhet të keni më të kujdesme është dëgjesa. Nëse Nardi flet, edhe njerëzit dhe mediat duan të kenë diçka nga ju. Ju mos kujtoni se nuk e din njerëzit që e keqja është Edi Rama. Vetëm për opozitën. Vetëm nga po të lutem zonja Kuçana tani se po të lutem tani po. Dëgjoj të flitet vetëm për opozitën. Po mi po mos mbyll mikrofonin. Ju lutem, të lutem zonja Kuçana, ju e dini temën e emisionit, ne sigurisht që tema kryesore e emisionit është Belinda Ballukun. Po patjetër, po nuk mund të mi mbledhësh të gjitha temat në një diskurs. Andra, jepi 5 minuta të thotë qëndrimin e vet. Është shumë e rëndësishme me gabaj. Pastaj i flasim. Problemi i zonës është që kjo do në më na diktuar dhe ne që do flasim ne ju bashkësh. Mos më drejtot, lutem. Po lemo tash. Vazhdo bisedën tënde pa më drejtuar. Jo më po të drejtojmë patjetër se ti po grinë sallat ke gjysore do. Që merresh me ne, s'na me fol asnjërin bëj nesh, thot mos drejtojmë që ti u drejtove. Po drejtove edhe një gjë. Ku flet një njerëz për çfarë për politikë. Ti po ti akoma këtën se jemi ndër shitë kombëtar ndër partia. Ne jemi një metë, flasim minimin ton. Ne do të flasim si mas gjykimit tëm, si mas menjestane. Por jo me si na kemi lejnë tonë. Lëri për vetën tatë. O kemi lejnë tonë, flasim si të dojmë ne, si menojmë ne, si gjykojmë ne. E kritikojmë PD-n, kryetarën, këtë duam ne. Vazhdo drejtoju kamerës. Jo këtë dush ti. Vazhdo drejtoju kamerës. Po flasim ne. Ne po flasim për opozitën. Kjo është do të flasim për qeverinë, do t'ja rendisim edhe qeverisë kur të vinë. Ne po flasim për problemet që sot ka opozita. Edhe kjo është një realitet i trishtueshëm për faktin që sot opozita nuk ka një kohezion përballë kësaj qeverie të falimentuar. Pra, problemi i opozitës sot është një grup e madhe që ekziston midis leadershipit, midis antarësisë vet, midis militantëve akoma një më të madhe ndaj qytetarëve. Edhe në vend që ne ta
ta mbyllim, ta sheshojmë këtë grop, dhe kjo mbyllet me një lloj strategjie të mirë studiume, të programume, që të krijosh frymë, që ta ngrish nivelin edhe të organizosh qytetarët, jo me thirrje familjarësh, por me frymë. Kështu janë organizuar gjithmonë protestat. Është njësi mace, e din Rama këtë, se është mjeshtri i këtyre protestave, se të kishin ndodhur këto. Sali Berisha, çfarë i ka ndodhur Edi Ramës, sot Edi Rama kishte djeg Shqipërinë në opozitë. Pse? Se ishte mjeshtër i intrigave, mjeshtër i organizimit, mjeshtër i dhunës, mjeshtër i medjeve, në opozitë ka qenë allaj, ka pas medjet për veti. Pse? Se gjende mekanizmat. Këto i shvallin luftë edhe medjeve. Kjo i myllin gojën vetës në medja, e preashtojnë veten aty, nuk do të shkojmë në për media. Edhe kjo është një problem shumë i madh, një realitet. Se nëse flasim sot për një kryeministër i cili është kap në krim zgjedhor, i cili është kap në korrupsion, i cili sot e ka një zëvendës kryeministër në Arrati të akuzuar për korrupsion, i cili e ka sot zëvendës ministrin që i kërkojnë autorizim. Zëvendës kryeministrin edhe ministrin më të rëndësishme të tij që i kërkojnë autorizim spako për ndjekje penale dhe për arrestim. Pra, kjo është një problem shumë i madh. Ne kemi kafshën tonë ngjitur me kundërshtarë të në politikë që sot janë në pushtet. Pra, qytetarët në mënyrë absolute kanë një reakcion jashtëzakonisht madh. Edhe prandaj bien shiqetat mbi ne, se thonë që ka mundësi që Edi Rama me gjithë këtë problematikën që kam i vete, me gjithë korrupsion, ai vazhdon të qëndrojnë. 100 vjetë duken si 100 vjetë. A do të flasim na për këtë mekanizëm që nuk funksionon, se pse qëndron Edi Rama aty, se çfarë ka që nuk shkon te kjo opozitë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta vendojmë, ta thojmë në mënyrë publike, se ju bën mirë edhe atyre që dëgjojnë pjesa e leadershipit. Është e pafalshme që një parti politike, partia më e madhe e opozitës ka 6 muaj po mbledh këshillin kombëtar. Se gjithë shpresa aty është. Nuk ka ku shpresë më tek Edi Rama. Shpresa ndaj Edi Ramës ka humb. Te çdo qytetar, edhe te socialistët e ndershëm. E kuptojnë edhe ato që çfarë kanë bërë këto me Shqipërinë, me punën publike, me buxhetin e tyre. Pra, kur sot një pensionist është në kufit e mjetesë dhe kur nizojnë që këto nëpërmjet SMS-ve kanë dhënë miliona euro, pa diskutim që edhe ato mezis presin ta ndëshkojnë. Pra, do të kenë një opozitë alternativë. Do të kenë një opozitë frymëzuese, do të kenë një opozitë që e zgjeron veten e vet me emra të ri, me pjesën intelektuale, hapet për te asaj. Jo me 4 gallosh ato të vjetra që ka 30 vjeç që dalin në podium. Pra, kjo është problemi që ne kemi. Nuk është problemi që ne po e kritikojmë opozitën. Ne po i thojmë opozitës që rregullojë, përmirësojë se një problem i madh për sistemin. Sot, që është garancia e këtij sistemit, e këtij realitetit. Qartë. Ndërkohë na është bashkuar zonja Adriana Kalaja. Zonja Kalaja, mirëmbrëma. Më bëri përshtypje fakti që nuk ishit sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe panelit. Mirëmbrëma. Tani, unë përveç se kam dëshirë që gjërave t'i vë pikën mbi, unë nuk kam qef që gjërat t'i bëj sa për të kaluar radhën. Dhe në këtë diskutim me të drejtën, më vjen keq, po ky është realiteti, unë jam me zotin Doka, sepse nëse ne nuk nxjerrim problematikat, se me gjithë të problem të madh që ka pushteti, me këtë degradim në të gjitha drejtimet, çfarë na mungon që ne nuk po e rrëzojmë tek e fundit, sepse u bë kaq e kaq vite që themi ka rënë ai moralist, por de facto ai vazhdon vjedhë, vazhdon të abuzoj, vazhdon të shkeli drejtat e njerëzit. Kështu që unë juridikisht sot nuk mund shkoja, për sa kohë unë kam bërë një dorëheqje dhe unë nuk dorëheqjet nuk i bëj sa për të kaluar radhën. Ndërkohë kam refuzuar si pjesë e foltoreve me vedije të plot, sepse ne kemi një foltore që unë jam bashkuar që në 19 maj zotit Berisha dhe në foltore që në 10 shtator 2021. Atëre është më ndershme përpara demokratëve të thuhet çfarë ngeni nga këto foltore pa u realizuar, se nuk u realizua dhe unë personalisht nuk mund flas dot në emrin e të gjithëve. Mendoj që nuk ka nevojë për një foltore të dytë, as të tretë, as të pestë. Dhe se sa i keq se Edi Rama
Dhe se sa abuzon Edi Rama dhe gjithë pushtetit ti, edhe të e dim njerëzit. Por ne duhet mendojmë, ne si demokrat, ne si opozitar, çfarë strategjie do ndjekim për të rrëzuar Edi Ramën? A ka funksionuar strategjia deri më sot? Unë nuk mendoj që të bëhet një mbledhje dhe të jetë teme diskutimit vetëm protesta, dhe në protest ditën e hënë do vazhdoj parada e përhershme, do dalin 5-6 veta të flasin të thonë të njëjtat gjëra, dhe ku është produkti? Produkti është zero. Atëherë këto duhet bëjmë në analizë se cili me vete, po edhe strukturat e Partisë Demokratike. Çfarë ka munguar në këto ditë? Se i kemi përtuar janë kushur sheshe, disa herë. Kush është rezultati? Asgjë. Kështu që, a është strategjia e kapuar? Po, a do mbajnë përgjegjësi njerëzit që kanë ndjekur këtë strategji në përfshirje? Kështu që unë nuk se rikthehem në detyrë, ndërsa nuk ka një qasje tjetër Partia Demokratike. Ky është kongresi im. Për të mos përmendur pastaj që unë mendoj që sot do të ishte premtare ajo që ndodhi me avokatin e popullit, jo se unë isha kandidate, jo se unë jam pjesë të strukturave dhe duhet ta flas, por njerëzit kanë nevojë për një reagim korrekt dhe jo njëri jep të variant, tjetri jep të variantin tjetër dhe në fund të ditës shkohet që është një gjë që do kaloj. Jo, ne të gjitha problemet duhet i ngrah, duhet vënë dhe pikat mbi i, sepse nëse nuk e bëjmë këto, atëherë rrezikojmë të përsërisim gabimet dhe unë mendoj se jemi përpara kësaj situate. Ne po përsërisim gabimet. Atëherë unë e kam edhe si një thirrje ndaj zotit Berisha, po gjithë strukturave të Partisë Demokratike, them pak kjo foltoria, se për çfarë ngritën njerëzit në foltorën e parë? Se në stadium me 11 dhjetor 2021 ishin 16.000 vetë. Në mes të ftohtit binte dhe një borë e holl atë dite, kemi ndërë 6 mbas ditë jashtë, sepse ishte dëshira për të ndryshuar, dëshira për të ngritur demokratin në nivelin e opozitarit, se ka një dallim të tjesh në opozit dhe të bësh opozit. Mendoj kjo është femra e akilit për Partinë Demokratike. Se ne do të bëjmë shoh, jemi opozitar, që po bën për opozitën? Kush është opozitarizmi jo? Kështu që unë nuk jam në ata që kaloj gardit, por nuk jam dhe një ata që përdorem nga Y. Unë do të vazhdoj luftën përballë padrejtësisë, por edhe Partia Demokratike duhet i trasi pak mendjes dhe të thotë çfarë po gabohet këtu. A ka nevojë për ndryshime në strukturën që ka? Atëherë duhet ta fillojmë. Zotja Kalaja, ka një propozim, disa nga antarët e Këshillit Kombëtar kishin bërë një propozim ditën e sotme lidhur me një sër çështjesh, firmosur nga disa nga antarët, ku le të themi kërkohet një lloj vettingu i brendshëm brenda radhës të Partisë Demokratike. Jeni njohur me këtë dokument? Jam shumë dakord. Më kanë kërkuar dhe mua që të firmos dhe të bëjmë pjesë e këtij propozimi, por unë ju thash, unë jam institucionale. Për sa kohë që unë në çdo mbledhje, në çdo debat, A do e kishit firmosur ju Zotja Kalaja këtë dokument, apo tani në PD është pak e vështirë që t'i lidhet firma kështu kollaj, se pas asaj që ndodhi nuk ta jep firmën njëri aq thjesht. Tash, unë jam lidhur me draftin, se zoti Hoxha ma ka vënë dispozicion dhe më ka ofruar realisht për ta bërë këtë gjë, por unë thash, unë respektoj institucionet. Edhe kur më thonë po ti kritikon, akuzon prokurorët, gjyqtarët, po. Ata gjyqtarë dhe prokurorë që s'keni liti patjetër që do t'i kritikoj. Do riktheni sërish në strukturat e Partisë Demokratike, Zotja Kalaja? Urdhroni? Do riktheni sërish në strukturat e Partisë Demokratike? Patjetër, nëse do shoh qasje të ndryshimeve në Partinë Demokratike, por nuk kam se kthehem, nëse gjëra do të vijnë si aty isha unë. Dhe më shbyllur dera
në shumë aspekte. Kështu që për çfarë duhet të them unë që të bëjmë të tjerat gabime, për këto po e kritikojmë që po bën të njëjtat gabime. Nëse ne nuk reflektojmë për gabimet, dhe unë mendoj sot ai që do Sali Berishën dhe Partinë Demokratike duhet të ngrihet dhe të flasi për gabimet, jo lush trigash. Pra, si vim në shtëpi në drejt, unë vi në shtëpi dhe unë kritikoj i të fëmijëve të mi, ke bërë këtë gabim, apo ke bërë këtë gabim, për çfarë bëjmë ne, se ti duan fëmijët. Dhe unë deri sot që isha në Partinë Demokratike, këto gjëra kanë ngrit në mbledhje gjithmonë. Këto gjëra i kanë ngrit dhe në thyrën e zotit Berisha. Po shoh që nuk ka ndryshim, atëherë nëse nuk ka ndryshim në mundësi, nëse nuk ka ndryshim në mënyrën se si ne duhet bëjmë opozitarizëm, unë mendoj se ka ardhur koha për të bërë këto ndryshime dhe për t'i bërë me themel. Qartë, dhe Kuçana? Unë jam ndër të parat, dhe kjo është dokumentuar me video, me data, që kam kërkuar riorganizim të Partisë Demokratike, ristrukturim të Partisë Demokratike, rishikim të Partisë Demokratike, të rishikojmë shtëpinë tonë. Patjetër, Partia Demokratike sot ka shumë probleme, por nuk duhet jetë kjo tema kryesore në çdo studio. Pra unë kam thënë edhe në studion tuaj, dhe jam nga ato që kam folë në çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar. Pra njihem si njeri që nuk hezitoj për të thënë mendimin tim. Brenda forumeve, jashtë forumeve, si jam njeri i lirë. Dhe dokumenti, meqense jemi në këtë moment, le të themi që dokumenti i propozuar nga Alisandër Hoxha dhe grupi tjetër i Këshillit Kombëtar është miratuar dhe është ngritur një grup pune ku do të jemi, pra do të punohet për përfshirjen rregullorin e etikës brenda Partisë Demokratike. Pra ky dokument ka marrë, le të themi, mbështetjen. Kjo është një nismë nga një grup të cilët kemi artikuluar që në 2022-shin, nuk i kemi artikuluar sot në këto probleme. Por sot ka ardhur momenti që ne fjalët i bëjmë vepra. Dhe këtë ta kalojmë nëpërmjet një rregullori. Vetëm vini në pushtet vepër të bëni, se thoni orët e Dirama i ka të numëruar apo edhe sa orë kanë mbetur. Ti bëjmë një nga një vepra. Unë jam njëri që personalisht jam njëri që bëj vepra. Dhe kur jam njëri që bëj vepra, kërkoj edhe vepra. Pra ky dokument është hartuar me një iniciativë të grupit të Këshillit Kombëtar, të cilët kemi diskutuar. Patjetër mund të ketë edhe pika të tjera, po këto janë pikat të cilat duhet filloj Partia Demokratike. Pse? Këtë kërkojnë demokratët. Demokratët kërkojnë njerëz që mos jenë të lidhur me interesat e pushtetit. Demokratët kërkojnë njerëz të cilët nuk janë të lidhur me Sorosin. Demokratët kërkojnë ristrukturim. Po ta tha zoti Ndoga, në këtë drejtim do mbeten një pakryetar partie, tha se edhe zoti Berisha ka sjellë Sorosin në Shqipëri. Tha zoti Ndoga. Jo, këto janë kot. Ka plot aty, ka njerëz të cilët kanë qenë betejat Partisë Demokratike, Partia Demokratike duhet të hapet, patjetër. Po mos ndoshta keni vendosur filtra shumë të forta, zotëria Kuçana. Unë nuk besoj se kemi vendosur filtra aq të forta, sepse për hir të vërtetës në 2022-shin u bë një farhapje. Unë kam qenë vetë një nga drejtueset e frontit për shpëtimin e Shqipërisë. Kemi bërë aktivitete së bashku me aleatët, edhe me zotin Ndoka kemi bërë në hapjen dhe në kuadër edhe të hapjes. Pas kanë pasur edhe peshë aleatët, nuk pas kanë marrë vetëm mandat e qytetit. Më vjen keq, po nuk e mohoj kurrësi. Absolutisht as peshën, as fjalën, as vërtetësinë. Por duhet të themi, pra duhet jemi shumë serioz në atë çka themi, që të gjitha këto nisma dhe të gjitha këto u lanë në rrugë, sepse asnjë nga fronti për shpëtimin e Shqipërisë nuk u promovua dhe nuk u la pikërisht nga këto lufta e brylave brenda. Po, Eldar. Se dëgjova, nuk jam shumë i qartë realisht me dokumentin që kanë përpilu këtu, po në media dje pash një kushdo që ka marrë bursa nga Sorosi, mos gabofsha? Do diskutohen ana teknike do detajet. Ka një problem. Jo, kishte edhe kush i ka dhënë dorën. Jo, absolutisht. Lutem. Jo, nuk ishte. Batute zoti Ndoka kjo. Çonin te mbej. Se ke dokumentin. Ti lutesh batute zoti Ndoka. Ne lexojmë në Facebook. Andrea ka dokumentin. Ti lutesh batute zoti Ndoka, mos bjer prej batutave zoti Ndoka. Për shembull, unë jam mundu ta lexoj, po ka njerëz që e kanë lexuar dhe njohin më mirë se sa unë historinë e pluralizmit politik në Shqipëri, bazuar realisht edhe
të shumë libra literaturës shkencave politike, nuk po e tham si mendim unë original, nuk e kam, por pushtetet zakonisht, edhe pushtetet e vjetra integrohen gjithmonë pushtetet e reja. Pra, më fal, Eldar, vetëm një moment që të jemi të qartë, ke të drejtë në atë që thua, bashkëpunimet me organizatat të huaja, çdo person që ka marrë mbështetje, bursa, projekte ose angazhime personale me George Soros ose me fondacione dhe organizata të financuara nga ai, ose ka marrë angazhim të vazhdueshëm nga organizata të majta. Gjysë ma grupit parlamentar, gjysë ato për 8 vikun. E para punës ato bursat që janë dhanë universitete shumë prestigjioze të botës, tani do të jemi realist. Ka marrë angazhime të vazhdueshme nga organizata të majta, vendesa ose të huaja në mënyrë që bie ndesh me parimet dhe vlerat e Partisë Demokratike. Janë në pavajtueshmëri me mandatin partijak. Një mendim timin personal, unë nuk jam pjesë e Partisë Demokratike, kam qenë dikur, por nuk jam aktualisht, kam një lloj romanticiteti në raport me atë, kam thjesht romantike atë gjë dhe që në 2013 jam kundra kësaj mazhërancë dhe s'kam ndërmend domethënë të ndryshojmë tani për shkak kësaj gjë. Por më duket pak absurde kjo gjë, të jem realist. Cila duket absurde? Ideja që kush ka marrë bursë nga Sorosi nuk duhet jetë. Ne duhet të themi shqyqyr që kemi njerëz të arsimuar, shkolluar dhe veçanërisht në universitetet më prestigjioze të Europës. Është fat për Partinë Demokratike që sot të ketë njerëz shkolluar. Sa ata i kanë marrë në universitet profesorët evropian nuk ka shanse. Por nuk është Sorosi aty se i SBA-ja, do të qenë investime SBA-s. Sorosi ka qenë një mekanizëm, një hall vetëm. Unë po të them diçka. Në të gjitha lexo ku dush histori botërore, nga dush pushteti i vjetër gjithmonë është integru në pushtetin e ri. Edhe në pluralizmin në 92-shin në Shqipëri. Nuk mund të merrte. Ju lutem, na nxjerrni edhe një herë. Nuk mund të merrte pushteti dhe dëgjoj. Duhet ta kuptojmë sepse politika është ndonjëherë edhe ka edhe pak filozofi, sa ka shumë prakticitet. Për shkak njerëzve luajal që krijohen në momente të caktuara, në kohë të caktuara, lojaliteti është shpëtim për shoqëri. Në qoftë se shoqëria do të ndahej në mënyrë ekstreme në dy bloqe. Ata bëj pyetje. Po. A do të ishte më pozitive me kërku largimin e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit? Në radhë dhe PD-s apo këtë të Sorosit? Prit, një moment ta lexoj dokumentin gjithë për ta bërë për të qartë edhe për... Por i more kam. Ju lutem, zotin Doga. Nuk diskutohet. Zotin Doga, ju lutem, më shfaqni edhe një herë dokumentin, me një herë do vi tek ju. Dhe një herë, neni 2, konfliktet e interesit dhe lidhjet ekonomike. Çdo person që përfiton drejt për drejt ose indirekt nga kontrata, licenca, koncesione ose çdo marrëveshje ekonomike me qeverinë qendrore ose vendore ose ortak administrator ose punëmarrës i shoqërive që po të lutem se është një. Po ta dëgjojmë, mos ju pëlqej, po do ta dëgjojmë. Ju lutem. Jo, e kam tjetër ajo apo për tjetër gjë më. Lutem, Eldar, lutem. Nga një grup. Pra, çdo person që përfiton drejt për drejt ose indirekt nga kontrata, licenca, koncesione ose çdo marrëveshje ekonomike me qeverinë qendrore ose vendore ose është ortak, administrator ose punëmarrës i shoqërive që përfitojnë nga këto kontrata. Përfiton nga lidhje me aktivitete ekonomike me qeverinë ndërmjet bashkëshortit ose bashkëjetuesesh, vëllait, motrës ose fëmijëve. Po ma ndërpreve nuk do më kuptojnë dhe publikun. Po jo, do të kuptojmë dokumentin, po e kuptoni ju, po jo ata që na ndjekin. Ajo brenda Partisë Demokratike do bëhet i komision. Më lejo tani ta them pak këtë gjë që duhet tham tani. Mos ta ngatro kot. Unë po them këtë gjë. Në kudo, shife, kudo edhe në 92-shin mërzotëri që është pushteti vjetër është integruar në pushtetin e ri. Nuk më dha përgjigje kësaj. Jo, jam plotësisht dakord, nuk duhet i bë luftë, aty nuk mund të jenë pjesë e Partisë Demokratike. Kush? Kam sigurimin të shtetit, ishte më rëndësishme kjo, që largohen spionat apo sorosistë. Por dhe ata duhen, nuk jam për këtë ndarjen, nëse do më pyesish mua mendimin tim personal, unë nuk jam fare për këtë, unë e bazoj te meritat e vlerat që ka individ, mjafton mos kesh bërë krim. Kjo është kryesorja. Mjafton mos kesh bërë krim. Se unë si një njeri, si simpatizant i ideve të djatha, unë besoj tek vlerat që ka individi. Dhe nuk du t'ja di fare, edhe në qofse ka qenë i Hitlerit, edhe Ratzingeri, edhe Benedikti i 16 ka qenë pjesëmarrës dhe dikun të sësët, në fillimisht në rinin e nazizmit, por bota nuk e të le, bota fali edhe, sepse a ishte, dëgjot, lutëm pak Andrea, vetëm ta e mbylla, nuk të flasë ma, kam folë ma pak se gjithë. Du të thamë dhe diçka tjetër. Kjo ideja që janë të ndërtu
dikush do me prodhu lajm, unë e kam kuptuar ato, duan t'i shmangë një gjë aty ku është problemi, krijoj një gjë tjetër, unë e kuptoj këtë. Ky dokument do hyjë në funksion nga sot është miratuar dhe ta mbaroj Andrea, të lutem, se kam dhe unë të përgjigj diçka, të lutem. Ta tham një argument, ta tham një gjë tamam, kupton. Mos e thjeshto. Ja ta mbaroj edhe unë po tham këtë gjë. Pikë pari politika është komunikim. Politika është komunikim. Ne kërkojmë një politikë që është efikase, një politikë eficiente. Partia Demokratike gjithë problemin e ka, ajo çfarë bëri shumë përshtypje dhe tani do ta them që kur kam qenë unë antar i Këshillit Kombëtar. Edhe tashmë që janë disa të tjerë dhe ju uroj shumë suksese atyre që janë, është një fotografi zotëri në po të shohësh, është një fotografi. Nuk kanë lëvizur. Janë të njëjtë, vetëm kanë ndryshuar dy kryetarët. Janë një njëta fotografi, zotëri. Si fotografi mature. Po, ka qenë Basha, tani është Berisha, por personat e tjerë janë ata. Bërë dhe zibile. Janë ata. Tani këtu, ky është problemi më i madh realisht për demokratët, për simpatizantët e Partisë Demokratike. Ky është problemi më i madh. Dhe i problem tjetër është që në kulmin ku pretendohet që Partia Demokratike të riorganizohet, të riformulohet, të jetë si alternativë, dalin lëvizje tjera për të krijuar gjoja një ndryshim tjetër ku zgjedhjet janë prill. Zgjedhjet janë prill, ma kush do mund presi deri në prill. Kush ka ambicie, po tu ja mbylla, e mbylla gjet. A mund të flas sepse bëhet fjalë për dokumentin dhe kam nevojë ta them dy fjalë për këtë dokument. Padyshim, po Gaba. Pastaj ta mbyllë Realdari, e mbyllë. Jo, me aq, s'ka problem. Jo, ideja është që në qoftë se ju lutem zonja Kalea, se jemi disa mendime. Lëvizje në imitim të asaj që po ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po vetë zoti Trump ka sekretarin e thesarit që ka qenë njeriu më besnik i Sorosit, kështu që kjo duket një lloj lufte brendshme në vazhdim të procedurës. Pra konsideroni luftë të brendshme. Tipikisht, 1, 2. Në qoftë se pastaj ky dokument do kishte vlerë, ju do ishit naiv, sepse ka një statut që thot disa gjëra aty, që u premtua dhe do të mbaheshin publike, për shembull, primare do respektoheshin, jo, të parët u vund të fundit u vund parët. Do bëj hapje, ndodhje kundërta. Do jepej dorëheqja, ndodhje kundërta. Tani, ajo është një zborë që i bën njëri tjetrin për disa pozicione, që nuk është thelbi i gjës. Thelbi i gjës është kjo, që duke mos u respektuar ato mashtrimet që dolën tani, me të cilat zoti Berisha u rikthye, ka një problem se ka krijuar pak kënaqësi. Zotime, mbajtë dha zotime do t'i mbante, do ishin më të kënaqur, nuk janë. Nuk janë sepse përveç problemeve që kanë zgjedhjet e gjitha, u kamuflua problemi real që ishte problemi i tij, edhe ai e shfaq shumë herë këtë. E shfaq me lobime, e shfaq me përpjekje për të pastruar raportin e vet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo bën që të jetë sa e penguar Partia Demokratike për të ardhur në pushtet, po njëkohësisht penguar dhe ata që duan që të ketë meritokraci, ato gjëra për cilat u thirrën në betejë në 2021. Dhe këta që u thirrën në betejë në 2021 kanë filluar të kërkojnë hapësirë. Shumë e thjeshtë, është një luftë e brendshme për pushtet. Zekuxhana, për të bërë një sqarim për dokumentin. Kur flasim për Sorosin, kemi parasysh agjendat e George Sorosit, duke filluar nga ligji i gjinive që u kalua. Nuk po bëhet fjalë për aty, për ata ajo. Të lutem, nuk po bëhet fjalë për atë. Do më lejosh të mbaroj? Apo nuk doni ta them? Jo, thoni. Nëse ke problem se them. Jo, thuaj që të gjitha. Po kaluar një ligj në parlament pra. Kaluar një ligj në parlament. Po si e lata atëre? Është antikombëtar, është anti-shqiptar. Shumë i bëri. Ka dy gjini. Ka gjithë opozita e kundërshton. Nuk ka gjini. Po dy pra, po ja pra kjo është agjenda e George Soros. Po nuk e ke atë, dëgjoj Liliana, të jap një leksion që vjen nga Italia nga vitet 40 të them diçka. Ka qenë një politikan gjatë se mund të mësosh nga kjo. Kemi agjendën e Liliana mund të mësosh nga kjo. Pra, Pietro Neli ka thënë diçka shumë lezetshme Andrea. Në qoftë se do të bëjmë garë se kë do spastrojnë, do përfundojnë me aspastrojnë dhe ne. Nga agenda e George Sorosit me arkitektin Edi Rama. Duke lidhur me kur erdhët në Këshill Kombëtar, pse si luftua të duke shkatruar arsimin, duke shkatruar shëndetësinë, duke u futur kudo në mënyrë që njerëzit të lodhen dhe t'ikin nga Shqipëria. Ky është agenda George Sorosit. Pra, shpopullimi, nuk të dhem ty ku shkon në vende dhe në fshatra ku nuk shikon. Të lutem shumë se e di shumë mirë. Po nuk e di pra. E di shumë mirë edhe çfarë përfaqëson njerëzit e ulur në këtë tryezë. Kur fitej për spopullim, ku ka qenë qeveri, ku kanë pas interesa me pushtetin, kështu që kujdes, do biesh viktime asaj, sepse kush bën garë, kush është më i pastër do gjej gjithmonë një më të pastër që do ta pastrojë. Unë nuk bi fare viktim. Kam nis një kaos për spopullimin, ku s'lidej fare për spopullimin.
Pra ku thuheshin raportet të huaja të cilat Shqipëria do të shpopullohet dhe do të mbetet rreth 1 milion a më pak. Dhe jemi drejt asaj rruge. Duke se nuk po flisni një gjuhë që populli shqiptar nuk ju kupton. Shqiptarët e dinë sepse kanë dhimbje, ju ikin njerëzit. Ju filloni luftoni njëri tjetrin për Sorosin. Që t'i zëvendësojnë me njerëz të tjerë. Pra duan që shqiptarët të ikën, të lodhen nga mungesa shpresës, nga arsimi, nga shëndetësia, nga pensionet e ulta, nga të gjitha që ju ka ofruar kjo qeveri. Kjo është foltore për të bërë propagandë, se kjo ngjan sikur po na bin ne për gjërat që dimë, shkruajmë për ditë dhe kundërshtojmë për ditë. Kjo po na bën një leksion. Po ti s'po flas për gjërat që di. Ti po thua që George Soros, unë po them që kjo është agenda George Sorosit. Po e di shumë mirë. Kjo është agenda George Soros. Problemi është që ju si e lejuat në 20, sa jemi në dhjetor të 2025-s. Keni 4 vite që jo vetëm Sorosin do kishit sfarosur dhe Ramën dhe çfarë bëni? Bët marrëveshje për Ramën për mbyll listat. Bën marrëveshje me Ramën për të bërë amnistin penale, ju thoni Sorosi. E keni brenda Sorosin o zonjë, e keni aty mes jush. Jeni ju vetë madje sepse nuk e kuptoni politikën e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Nuk i drejtohet zonja Skuqana se nuk e ka të opozita, se zonja Skuqana nuk i drejtohet dot. Po pra, i keni më të gjithë aty dhe nuk do të ishni dot. Të gjithë, sepse janë pjesë e juaja, janë njerëz me cilit ju keni bërë betejën tuaj, edhe siç nuk e hoqi dot Donald Trump, sekretari i Thesarit që ka pas një rit të sorë, nuk do ishni dot ju gjithë ata që kanë marrë bursën e Sorosit aty. Por njerëz të cilët janë të indoktrinuar nga George Soros. Mos keq kuptohesh, Sorosi më është Mustafa Gaba i madh, unë s'kam lidhje se për disclosure për madhe që i ka sjell Shqipërisë. Por jeni duke folur për marrëzire. Ne distancojmë nga e keqja që i ka bërë minimit të demokracisë, jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende të botës. Okej, duke qenë se edhe presidentin e Amerikës, zotin Donald Trump. Po pra, po ju them këtë, kur zoti Trump zgjedh Scott Bessent, e dini kush është Scott Bessent? Zoti Trump miratoi ligjin e parë gjinit. Ka vetëm 2 gjini. Për këtë duhet flasim. Okej, ju lutem sepse jemi tek se po dalim në po dalim 2 gjini, po e dim që ka 2 gjini më pse. Pas 3 vrasje tani vrasje të fëmijëve në shkolla. Pa duhet flasim për këto agjendat. Po shumë mirë pra flasim qartë. Denoncojmë. Ju lutem, një moment, zonja Kuçana. Ju lutem. Okej. Nëse bën monolog, edhe kujtoni se duke marrë 30 sekonda për Instagram për veten tuaj, dhe kujtoni se ky është debati me shqiptarët, jeni në disonancë kognitive zonja. Ju lutem, duke qenë se jemi tek dokumenti që ka bësh retorik tu ti dhe të bëj nuk mund ta lejoj. Retorik nuk lejo bësh retorik tash ti. Ti po më tregon mua populizmi sikur jemi në katedër. Po pra, po më dukesh realisht, po më dukesh si përfaqësues jo i opozitës, as analist. Po çfarë? Më thuaj ti çfarë përfaqësoj. Ne po flasim për hallet e shqiptarëve. Ne po flasim për hallet e shqiptarëve. Okej, ju lutem. Duke qenë se dokumenti shqiptarë se flisni për Suel Çela. Ju lutem. Po nuk më intereson fare me Suel Çela, ora qytet e shqiptarëve. Zonja Kuçana, zoti Gaba. Nuk jeni ju personazh. Ju lutem. Më i zëshëm i partisë. Një moment, ju lutem. Në moment se kam një lidhje të isha zoti Noka, ju lutem, zoti Gaba, të lutem. Zonja Kuçana. Duke qenë se jemi te ky dokument, dua një koment për ato çështje. Se mediave intereson. Zonja Kuçana, ju lutem. Suel Çelës. Zoti Gaba, ju lutem. Duke qenë se ky dokument është që ka marrë drejtën e jeshile nga Këshilli Kombëtar, iniciator kryesor ka qenë zoti Lisandër Hoxha, unë kam një lidhje drejt për drejt. Zoti Hoxha, mirëmbrëma dhe faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Pavarësisht se në këto kushte jeni duke na ndjekur edhe kërkuat që të bënit vetë një sqarim sa i takon këtij dokumenti. Po. Çfarë është ky dokument? Mik dhe shikues i rregullt të emisionit, kështu që nuk mund të mos e shikoja këtë sonte. Faleminderit. Ju përgëzoj për temën. Shiko, Këshilli Kombëtar në tërësi, Partia Demokratike ka vendosur të pranojë në parim atë çfarë është propozuar Partisë Demokratike nga një grup demokratësh antar të Këshillit Kombëtar, të cilët kërkojnë desorifikimin e Partisë Demokratike, dhe këtë do ta shpjegoj shumë shkurt, dhe së dyti integritetin e figurave drejtuese. Kjo është diçka krejtësisht normale, që në një shoqëri e cila drejtohet nga një narkoregjim, që ka korruptuar dhe ka kapur çdo institucion, opozita ka nevojë, se nuk është automatikisht imune, ka nevojë për mekanizma të cilat e bëjnë absolutisht kulluar dhe antipodin po themi të qeverisjes. Në këtë kontekst PD-ja era dakord në parim, është ngritur një grup pune i cili do të merret konkretisht me integrimin e këtyre parimeve brenda rregullores së etikës, sepse dokumentin vetvete është
është gjithë përfshirës dhe ndoshta me pa të drejtë mund t'i hym dikujt në hak, pse them të gjë? Aty është sankcionuar që kush ka marrë një bursë nga Soros. Po 94-ën, 96-ën, 98-ën, të ka ngel shoqat pa hyrë në Shqipëri. Lloj organizate. Dhe njerëzit për t'i siguruar një shkollë fëmijës në ato vite, sigurisht që mund të kenë marrë dhe fond dhe bursat se natyre. Kjo nuk i bën ata qytetar, domosdoshmërisht njerëz të George Sorosit. Pra do duhet ketë prova shtesë, do duhet vërtetohet që ka patur suportin e organizatës përmes financimeve, do duhet vërtetohet që ka marrë suportin e kësaj strukture përmes formave tjera të bashkëpunimit. Nga çfarë viti fillon zoti Hoxha? Nga çfarë viti fillon? Nuk është vendos datë. Do vendosë të Ne për këtë arsye do të vendosen rregullat qarta që përcaktojnë çfarë bën një njeri bashkëpunëtor Sorosi. Po ne duhet bëjmë parim për diçka. Të bashkëpunosh me atë që do të shkatrojë të majtën, nuk ka asnjë sens kjo. Çfarë sensi ka që një djathtë të shkojë dhe të bashkëpunojë me dikë që publikisht do të shkatrojë djathtën? Kjo nuk është për qeshur. Po ndodh në Amerikë një reagime jashtëzakonshme të presidentit SBA-ve, ndodhi në Bullgari me 5 nëntor, Parlamenti bullgar, që Bullgaria është vendi i Bashkimit Evropian, ka miratuar komisionet i morë për të verifikuar pagesat që George Soros ka bërë atje. Ka ndodhur në Slovaki, që është vendi i Bashkimit Evropian. Pra ne... Cila parti tjetër opozitare, zoti Hoxha, në vendet e tjera perëndimore ka marrë këtë iniciativë, cilën jeni duke aplikuar ju praktikisht? Demokracia jonë është shumë më e brisht, shteti jonë është shumë më pak i konsoliduar dhe mundësia që Sorosi të bëjë atë që ka bërë Shqipëri, nuk e ka për shembull në Mbretërinë e Bashkuar, në Gjermani apo në Francë. Por Sorosi është rrezik për Italinë, kur e deklaron Meloni, e deklaron Trumpi, e deklaron lider të mëdhej botror, se këtu nuk u pranon ka kjo gjë. Është absurde. Lisander, mund bëj një pyetje? Një mbrojtje e padrejtë, një mbrojtje e padrejtë regjimit të instaluar në Shqipëri me mbrojtjen e George Sorosit. Pa ne duhet t'i dalim përballë kësaj gjëje. Lisander, bëj një pyetje. Demokratike është e para që del nga stabilokracia që mbahet në këmbë me dorën e Alex Soros sot që po flasim. Lisander, bëj një pyetje. Po patjetër. Tani, si do të arrini ju të vini në funksion këtë lloj vendimarrje, edhe që kjo vendimarrje të respektohet, sepse ju keni një nen aty që thot kryetari largohet pasi u mbet zgjedhjet, nuk u respektua. Primaret duhet të respektoheshin, ka shumë gjëra. Si në këtë rast do bëni që vendimarrja juaj do të respektohet kur jemi në vazhdim e disa, le ta themi kështu, mungesash në zbatimin e statutit? Sotri ne nuk bijem dakord për thelbin. Dhe thelbi kush është? Ndërkohë që ju thoni se ne kemi humbur zgjedhjet, ne kemi një raport ndërkombëtar të SBE-Odiri që thotë janë vjedhur zgjedhjet. Jo pra, po nuk kanë. Lisander, ti më duket se je edhe jurist apo jo? Je jurist? Unë jam politolog. Ai neni aty nuk shkruan në qoftë se ka masakër zgjedhore, i qëndron. Aty thot kush u mbet, janë arsyet që në 2021 mbaj mend ti dole shumë mirë në protest, sepse nuk pajtoheshe me rezultatin e zgjedhjeve, duhet të ikte kryetari. Pastaj për të hequr atë kryetari u bashkuat zotit Berisha dhe ja ku jemi këtu prap, e njëjta masakër zgjedhore. Një moment. Në asnjë moment, as në 2021 nuk kam thënë që zgjedhjet nuk janë vjedhur. Po mi pra ju ngritër për të statut, tani si do të bëni ju të respektohet ky statuti që nuk e respektuat disa herë? Më falë, nuk ka asnjë rast mos respektimit statutit. Dhe ne nuk pajtohemi. Në rregull, nëse nevoja dhe domosdoshmëria që ka Shqipëria për të dalë nga kjo agjendë që do ta shkombëtarizoj vendin tonë, dhe cili ca emigrant nga Afrika e Veriut, dhe ta multikulturalizoj, tu nuk do ketë sukses. Ju qofshi të suksesshëm me këtë, nuk po ndajmi, nuk po futem në debat për cilësinë e kësaj gjë, Lisander. Është iniciativë një partie politike dhe mirë bëni që keni këto qëndrime. Nuk po ju kritikon njëri për këtë, mbani qëndrimet tuaja. Problemi është që deri pak kohë më parë ishim duke diskutuar me zonjën Kuçana e na thoshte që ju një pjesë e medias do të heqi vëmendjen nga skandalet e qeverisë, ju hapni një front në partinë tuaj. Ju lutem, sepse e ka pak të vështirë zoti Hoxha, ju lutem. Diskutohet për qeverinë, pa Edi Ramën. Zonja Kuçana, ju lutem ta respektojmë zotin Hoxha se 5 minuta të shash Edi Ramën. Ju lutem, zoti Hoxha. Ju lutem.
Më falni. A mund të kthej Unë dola për të bërë një sqarim si një nga autorët e këtij teksti, dola për ndjes, vazhdoni. Patjetër, ndjes vazhdoni. Partinë Demokratike. Ceni në smarrë apo jo? Jo, vazhdo. Do më lësh Ndjes pra. Faleminderit. Është jetike për Partinë Demokratike që të ndjek këtë rrugë, e cila jep moral dhe besim shoqëri. Ky është qëllimi i dokumentit. Ne nuk do bëjmë gjë të shtrikash. Ne do të krijojmë një komision i cili e bën papajtueshëm mandatin me persona që nuk i shërbejnë interesit politik Partisë Demokratike. Dhe interesi politik është i shprehur në dy kategori. Kategoria e parë, ata që suportohen nga lideri i shkatrimit të zgjathës në botë, që është George Soros, dhe e dyta, ata të cilët kanë zgjedhur interesin privat me qeverinë më të korruptuar të Europës përballë interesit demokratëve. Së treti, ju siguroj që këto janë ditët e fundit të kësaj qeverie. Unë kam bërë një deklaratë studium tuaj, zoti Andrea. E mbani mend apo jo? Po, zoti Hoxha, e keni bërë para një muaji. Fiks para një muaji. Dhe kam thënë që zoti Rama mund mos e haj gjelën e detit si kryeministër. De facto, ndodhi. Po mund mos haj gjelë deti, mund të haj pul deti, mund të haj produkte deti, nuk e dim. Të lutem, u dërgua urdhër arresti për zëvendës kryeministrën, para me cilat i ka ndarë bashkë me kryeministrin. Në çdo vend të botës, qeveria duhet të binte. Dhe mos dhënia e dorëheqjes nga Rama është një arsye më shumë për të ftuar çdo qytetar me 22 dhjetor të vijë dhe ta detyrojmë Ramën të shkojë drejt qeverisë teknike. Çdo ditë vonese që zoti Rama do t'i bëjë kësaj lëvizje, do të jetë ndoshta edhe një vit burg më shumë për të. Se ky është një moment historik për të mbyllur tranzicionin në Shqipëri. Zëndoa, keni pikë që ka në dokumentet? Jo. Të bashkohemi në shesh kushtës kundër Ramës e ka momentin sot. Zoti Ndoka ka një pyetje, zoti Hoxha. Zoti Ndoka ka një pyetje, zoti Hoxha. Patjetër. Jo, unë kisha që... E përshëndet. Faleminderit. Prezenca e këtyre sorosianëve, që janë me shumicë në grup parlamentar, që unë i njoh pjesë të tyre, i kam pas kolegë, kam respekt, nuk i kam parashikuar, që janë shkollu nga Sorosi, kanë mëru kurse specializimi nga Sorosi, për faktin që është financimi i shebave. Por kjo ndjehet tek Partia Demokratike, është ndjehet tek fushata, tek qëndrimit politike, kanë një kohë këto në rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Pra, cili është ky fenomen që ju ka shqetësuar ju që me kërku, që thonë, largimin e këtyre personazheve. Që nëse do të flasim për një pastim, për shembull mund të thoya që do të ishte më udhë se të largohen ish bashkëpunëtorët e sigurimit, që ka më shumë se Sorosian Partia Demokratike për fatin e keq, që i dim gjithë edhe pseudonimit e tyre, pse kanë qenuar aty, pse janë majte, pse vazhdojnë akoma të jenë tillë, se këto janë instrumente më i poshtur që mund të ekzistojnë në politikën shqiptare, që i kanë shërbyer sigurimit shtetit. Kurse këto njerëz që ka qenë shebaja futën në mes, besoj se nuk e kuptoj se çfarë pasojësh i kanë cilë Partisë Demokratike në këtë fushatë, do të isha kurioz që ta di. Se mund dalin Rama nesër dhe thotë, ore, problemi pastaj që Sorosi humbi zgjedhjeve, mëna e Partisë Demokratike, unë jam në rregull në pjesën tjetër. Zoti Noka, faleminderit shumë për pyetjen. Fakt, dëmin më të madh ata ja kanë sjellë Shqipërisë, sepse në ka organizatë në botë që tenton deformoj moralin e shqiptarit, që ne jemi rritur brez pas brezi nga gjyshër e stërgjyshër të mrekullueshëm që kanë rezistuar lloj-lloj pushtimi, dhe ka bërë George Soros. A ishte propozimi i Soros për fermat e grave, që deshe miratoj qeveria. Or, pse nuk e shpallën në 9 grada, më kur kemi qenë 8 vjet në mbështet, pse nuk e shpallën në 9 grada? Më fal. Pra, kjo janë prova dhe fakte që kanë dalë sot. Pra nuk mund thotë komplet veprimtaria e asaj periudhe. Ndërkohë Jonathan Pano, këshilltari i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, ka kërkuar të hiqet titulli qytetar nderi i Tiranës George Sorosit. Edhe Olon Kalaja ka bërë disa kërkesa sot. Unë mendoj që ne jemi në një konspiracion demokratik. Unë mendoj që $100 milion që ka futur nga 92 deri më sot nuk i ka futur kot. I ka futur për të sponsorizuar, për të kapur. Unë mendoj që kjo organizatë, e cila kapi peng emrin e përfaqësuesit shoqërisë civile të KLP-ja, ju kujtohet apo jo? Po, zoti Hoxha, okay, në rregull, po ja e them se e bët të gjithë të procesin. Garantoni ju që përmes këtij procesi Partia Demokratike vjen në pushtet, se ja, okay, në rregull, i tha këtyre njerëzve ikni se jeni të lidhur me Sorosin, keni marrë bursa. Jo, nuk ju themi ikim. Po çfarë? Ne nuk jemi tiki askush.
Po s'japin votën ata, po i hoqin funksionin si jep votën. Tani, aty nuk ka vend për t'i kur askush. Partia Demokratike duhet hapet zeror, nuk ka vend për t'i kur askush. Ai do shkatroj Shqipërinë ti thua se do shkatik, ti thua po e akuzon atë për popullin. Dhe ajo duhet të rishë. Pra ne themi në kupolën drejtuese. Po zoti Hoxha, do vjojmë sa ta përfundoj zoti Hoxha se faleminderit shumë. Nuk ka luftë, ka një standard. Nuk mund të jesh përfaqësues i djathtës nëse i lidhur me të majtën. Nuk mund të jesh përfaqësues i djathtës nëse i lidhur financiarisht me tenderat dhe PPP-t e qeverisë më të korruptuar të Europës. Po zoti Ndoga të tha përpara zoti Hoxha që gjysma e grupit parlamentar nuk do jetë më në parlament nëse zbatohet kjo. Janë 600.000 votues dhe të paktën ja 300.000 në emigrim që e kërkojnë një gjë të tillë dhe asnjë person Partinë Demokratike nuk është më i çmuar se 1 milion shuplaka që do marrë Edi Rama, se nuk do ta lëm të vjedh më zgjedhjet. Një lajmi që duhet bëni të ditur shqiptarëve sot është që Rama shumë shpejt do detyrohet të jap dorëheqjen dhe ne duhet bëhemi gati. Ky dokument i shërben të ardhmës së PD-s. I shërben jashtëzakonisht shumë sepse do jetë një filtr i cili do të pengojë avancimin e atyre që quhen mercenarën politik, që i përdor kundërshtari, për të avancuar tek Partia Demokratike. Ky është lajmi më i mirë sot. Qartë zoti Hoxha. Okej, do kalojmë një hapësirë shumë shkurtër publicitare dhe sërish do vim zoti Deta, kishte diçka për shtuar? Tani më se pse ka një problem, se unë e kuptoj zotin Lisaja kanë marrë seriozisht këtë punë dhe kjo është gjë dakord të shumë e mirë brenda Partisë Demokratike dhe nuk është për t'i dhënë peshën që Partia Demokratike ju ka plas luftë dhe shkundra gjithë. Ndërkohë që kanë dalë përgjimet e Ballukut tani. Gjithë kundra këtyre njerëzve. Të lutem tani t'i themi ca gjëra tamam. Spaku, edhe nëse mobilizimi Partia Demokratike ka nevojë herë për të ndryshuar ca pozicione aty e ka urgjente sepse politika është perceptim. Ata mund të jenë njerëz shumë të ndershëm, mund të jenë njerëz shumë të zot. Dhe unë nuk kam asnjë lloj gjëje me ata personalisht, por perceptimi publik dhe veçanërisht perceptimi i demokratëve nuk i pranon ca njerëz. Nuk mund të fshihen pas hijes së Sali Berishës. Bolli ka marrë Sali Berisha prej 30 kush janë ta po t'i tham se s'kam asnjë problem. Janë gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike. Unë mendova sot Sali Berisha do bënte një thirrje Këshillin Kombëtar, Partia Demokratike ose edhe këta vetë që struktura drejtuese e Partisë Demokratike të ndërhiqej, po që don në të gjithë linjen e saj të djathtë. Nuk po na e godet Sorosi linjen, por po na e godasin këta deputet të cilët nuk kanë një linjë orientimi. Nuk po e godet, nuk po çorienton Sorosi Partinë Demokratike, po çorientohen vetë këta. Dhe këtu është problemi se dikush duhet mbajë përgjegjësi dhe kur mban përgjegjësi, akti i parë i përgjegjësisë është dorëheqja. Perceptimi i demokratëve dhe perceptimi i qytetarëve shqiptarë, edhe nga mesazhet që kam unë që po më vijnë tani që s'po m'len të përqendrohem dhe në emision, është kërkojnë që të ketë një ndryshim. Është perceptimi ti, mund të jetë i gabuar, por i tillë është perceptimi. Bëj një pyetje. Ju të lutem edhe një sekondë se e mbylla. Tashmë ta shikojmë diçka dhe duhet kuptuar. Politika është dialog i herë. Politika është marrëdhënie edhe me kundërshtarin, se këto kujtojnë se me kundërshtarin nuk duhet kesh marrëdhënie, duhet kesh dialog edhe marrëdhënie në raport me situatën dhe interesat e tuaja. Mbarojnë interesat, ndërpritet marrëdhënia, fillon betejë. Frika ime është këtu, që ky spaku që i kemi dhënë medalje, diku me drejt, diku pa drejt, po i jep mundësinë Edi Ramës për ta qur Shqipërinë në zgjedhjet parakoshme kur dojë Edi Rama për ta futur Shqipërinë, se klima e opinionit publik dhe vetë Partia Demokratike po e kërkon këtë gjë. Tani kushtet që jemi ne këtu me ca dallkauk, me ca njerëz, me ndoshta dhe pamundësinë për të prodhuar, po dëgjoj tani. Po e kuptoni se njerëzit janë varfër totalisht, sidomos demokratët janë varfër totalisht. Po janë shtresa më e varfër në Shqipëri. Shtresa më e varfër në Shqipëri. Edhe socialistët, se mos mendosh se problema socialistët kanë pushtet lokal, pushtet qendror, mos ja u çaj hallin atyre. Mos konsidero vetëm drejtorët orildar, se socialistët e thjesht demokratët nuk kanë asgjë. Pensionistët nuk shumë do të marrin. Sa filloi flasë ke sepse gjithmonë kur duhet ta shpalos një ide më po shpalose audiencës tënde. Padyshim ne kemi respekt për mendimin tënd, po ti ka një person që dialog. Nuk ke nevojë më ndërrit, unë nuk flet kush më bën shpejt se unë. Unë ja prit. Prandaj do ta bëjmë dialog, jo monolog. Unë jam profesor i kësaj pune, nuk është puna. Unë e di prandaj pse ti kujto se jam njëri që vi me nerva, unë jam shumë i qetë në familje ku do në shoqëri. Unë e kuptoj se televizioni do rritëm dhe prandaj e bëj. Tani, ka kjo gjë. Ekziston kjo gjë. Në Partinë Demokratike, në qoftë se do të futet zgjedhje si e kërkojnë këto, zgjedhjet e parakoshme dhe çfarë është, Edi Rama i futet zgjedhjet do ta fitojë prapë.
sepse ka krimin organizuar, ka gjithë dhe pastron partinë, e kupton, dhe realizon ëndrrën e tij të futën e integrimit Bashkimit Evropian dhe ky hajduti i Shqipërisë dhe i Ballkanit futet në historinë e Shqipërisë. Kupton? Këto duhet t'i japim ne. Këto duhet t'i japim ne shqiptarëve. Ne duhet pikëparë duhet ndërtojmë forcë politike që ka besueshmëri, ka integritet, ka fuqi, ka hapësirën për të prodhuar retorik dhe retorik konstruktive dhe ka besueshmëri. Dhe krijon opinionin, pa lema të shatanim dokumentin ti do të pallosh me mua apo do të. Po jo, zotërisë, s'mund ta konsiderosh ashtu. Jo, po them te kjo pjesa pra. Kam qenë vetë 2 herë antar i Këshillit Kombëtar. Po si mund thua tallesh, ndërkohë që ajo është dokument që është miratuar sot. Reldar, duhet ta çosh analizën deri në fund. Jo, analizën deri në fund sepse nuk po të orientoj. Jo, sepse fole shumë mirë, duhet të rinovim, duhet të ikin disa, por do me thënë e limiton atë aspektin e... Si e limitoj? Po unë këshu e objektivitet. Po jo pra, po si ti do të rinovosh ti me... Po mi pra, duhet ta qosh dhe në fund, që nëse ti thua rinovim... Nëse ti thua rinovim... Nëse thua rinovim pa hequr të që nuk mban premtimet me cilat erdhi, është çik problematike. Unë mendoj që Sali Berisha është aktualisht në kushtet që ndodhet Partia Demokratike, këta kam sinqeritet, është lider i pa diskutueshëm. Kush e mohon këtë? Problemi është a mjafton, nuk mjafton. Unë nuk bajtohem as me mediat që kanë kriju një opinion dhe kanë kriju një imazh, edhe ky fakti që i mshën këtij dokumenti që për hir të vërtetës nuk është për të marrë një zë kaq të rëndësishëm në një studio, po kaq të rëndësishme të mikut tim Andreas dhe të miqve të tjerë që janë pas. Po pse nuk përqendrohen te reformimi, te përmirësimi, po tek facoletat. Unë mendoj që Partia Demokratike perceptimi, unë kam ndjek dhe foltorët e Sali Berishës. Isha dhe në foltorën e Mirditës. Demokratët dhe njerëzit atë Sali Berishën e konsiderojnë Partia Demokratike. Unë nuk pajtohem me këtë. Unë nuk mendoj që individet janë, por simpatizantët e Partisë Demokratike mendojnë kështu. Dhe unë nuk jam askushit t'ju del kundra atyre. Po nëse nuk se të ikin këta tjerë që janë po aq përgjegjësi sa jo. Në kushtet që ndodhet Partia Demokratike sot, fatkeqësisht, jo për fajt asaj, për fajt që autokracia këtu ka hell të gjithë baterit për ta delegitimuar si alternativë në opinionin publik. Pyetja që shtroj unë dhe ajo çfarë unë duhet të shoh tek Partia Demokratike, për faktin që më ka rata njoh edhe nga brenda, tashmë e njoh dhe nga jashtë. Unë vetë sot mund të jem mbështetës Partisë Demokratike, ndoshta kur të vjerim pushtet, vetë nga mënyra se si jam unë si organizuar si individ mund dal në opozitë. Nuk kjo s'ka lidhje. Lutem Erdar. Partia Demokratike që është tashmë kërko të riorganizohet pikëpari vete për të ndryshuar perceptimin. Okej. Ndërkohë do kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do rikthehemi në studio.